Mirëdita, hapim seancën plenare. Në bazë të nenit 30 rregullore, ju njoftoj rendin e ditës. Pika e parë, miratim për verbalit seancës plenare datës 16/10/2025. Pika e dytë, njoftime. Pika e tretë, projekt vendimi për ngritjen e komisionit posaçëm parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore. Pika e katërt, projekt vendimi për ngritjen e komisionit posaçëm parlamentar të Kuvendit të Shqipërisë për reformën administrative territoriale në Republikën e Shqipërisë. Pika e pestë, raporti i prokurorit përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2024. Pika e gjashtë, raporti mbi veprimtarinë e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për vitin 2024. Pika e shtatë, raporti i veprimtarisë vjetore të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vitin 2024. Pika e tetë, raporti mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2024. Pika e nëntë, raporti i veprimtarisë vjetore të Këshillit të Lartë Prokurorisë për vitin 2024. Pika e 10, diskutime për çështje të evidentuara nga zgjedhësit. Fillojmë me çështjet. Pika e parë, miratimi për verbalit seancës datës 16/10/2025. Proces verbalin e keni marrë në rrugë elektronike. Ka ndonjë vërejtje për verbalin? Nuk ka vërejtje, miratohet. Kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë javës janë depozituar 2 projekt ligje nga Këshilli i Ministrave, 2 projekt ligje nga deputetët dhe 1 kërkesë për interpelancë. Titujt e çështjeve depozituara i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në faqen zyrtare të kuvendit. Ju njoftoj se me shkresën numër 2994 protokollit datë 20/10/2025, deputetja Brunilda Mersini ka depozituar në kuvend dorëheqjen nga mandati i deputetit. Për krijimin e vakancës është njoftuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ju njoftoj se në datën 17/10/2025 u mblodh konferenca e kryetarëve, e cila mori në shqyrtim 2 kërkesat e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për ngritjen e komisionit hetimor të kuvendit për verifikimin e ligjshmërisë së veprimtarive të zyrtarëve shqiptar në raport me ish agentin special të FBI-s Charles McGonigal dhe për ngritjen e komisionit hetimor të kuvendit për kontrollin e ligjshmërisë së veprimtarisë organeve të pushtetit qendror dhe pushtetit vendor, si dhe për të verifikuar përdorimin e burimeve të administratës shtetërore për qëllime elektorale në zgjedhjet e 11 majit 2025. Pas diskutimeve për 2 çështjet, nuk u arrit dakordësia për tekstin e kërkesës dhe rishikimin e tyre dhe kalimin për votim në seancën plenare të datës 30/10/2025. Gjithashtu u shqyrtua edhe kërkesa e një grupi deputetësh të opozitës për zhvillim të mocionit me debat, e cila u shty për një afat 30 ditor me qëllim rishikimin e saj për zhvillimin e një interpelance. Në zbatim të nenit 103.8 të rregullores, konferenca e kryetarëve ka vendosur që koha e debatit për çdo raportim do të jetë 150 minuta. Në bazë të nenit 48.3, koha për 150 minutash për çdo raportim do të jetë shpërndarë në mënyrë përpjesëtimore ndërmjet grupeve parlamentare. Për sa më sipër, minutazhi për diskutimet është si vijon: Grupi parlamentar i Partisë Socialiste 89 minuta, Grupi parlamentar i Partisë Demokratike 38 minuta, Grupi parlamentar Aleanca për Ndryshim 8 minuta, Grupi parlamentar Partia e Lirisë 8 minuta, deputet jashtë grupeve parlamentare 8 minuta. Vazhdojmë me rendin e ditës. Pika e tretë, projekt vendimi për ngritjen e komisionit posaçëm parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore dhe projekt vendimi për ngritjen e komisionit posaçëm parlamentar të Kuvendit të Shqipërisë për reformën administrative territoriale në Republikën e Shqipërisë. Të dy këto projekt vendime janë miratuar parimisht me mirëkuptim në konferencën e kryetarëve të datës 15/10/2025. Në projekt vendime janë reflektuar edhe amendamentet e propozuara nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Projekt vendimet i gjeni në sistemin këtu në sallë dhe në faqen zyrtare të kuvendit. Projekt vendimet janë pa diskutime. Kalojmë procesin e votimit të 2 projekt vendimeve. Hapet votimi për prezencën. Jemi në proces votimi. Mbas votimi ju lutem. Jemi në proces votimi, zoti Sheher. Mbas votimit e keni fjalën procedurë, patjetër, pa dyshim. Votoni prezencën. Votoni prezencën. Shikoj mos ka dhe me karton Merita. Me karton apo të gjitha?
me gjita elektronike. Mbyllet votimi për prezencën. 107 deputet prezent. Vazhdojmë me votimin e projekt vendimeve. Projekt vendimi për ngritjen e Komisionit Posaçëm Parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore. Po lexoj projekt vendimin. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi pika 1. Ngritjen e Komisionit Posaçëm Parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore. Pika 2. Komisioni i Posaçëm ka objekt të veprimtarisë së tij: a. Hartimin e ndryshimeve legislative për reformën zgjedhore. B. Trajtimin e rekomandimeve në raportet e OSB Odirit për zgjedhjet vendore të 14 majit 2023, për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025, si dhe të zgjedhjeve të mëparshme të patrajtuara. Pika C. Trajtimin e rekomandimeve të institucioneve përgjegjëse për zgjedhjet të partive politike parlamentare dhe të organizatave jo fitimprurse. Pika C. Hartimin e një ligji për financimin e partive politike. Pika e 3. Komisioni i Posaçëm ngrihet mbi bazën e barazisë pozit-opozit. Në përbërje të tij do të jenë 16 antar, nga të cilët 7 antar janë përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, 7 antar janë përfaqësues nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, grupi parlamentar i Aleancës për Ndryshim dhe grupi parlamentar i Partisë së Lirisë dhe 2 antar nga partitë që kanë fituar të paktën 2 mandate për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Emrat e antarëve të komisionit përcaktohen me vendim të kuvendit. Pika e 4. Komisioni drejtohet nga 2 bashkëkryetar, një nga Partia Socialiste dhe një nga Partia Demokratike. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, një votim me elektronik. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 113 vota pro, 0 abstenime, 3 vota kundër. Të pranishëm që nuk kanë votuar 24. Projekt vendimi miratohet. Projekt vendim për ngritjen e Komisionit Posaçëm Parlamentar të Kuvendit të Shqipërisë për reformën administrative territoriale në Republikën e Shqipërisë. Po lexoj projekt vendimin. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi pika 1 ngritjen e Komisionit Posaçëm Parlamentar për reformën administrative territoriale në Republikën e Shqipërisë. Pika 2. Komisioni i Posaçëm ka për objekt veprimtarisë së tij: a. Shqyrtimin e kuadrit ligjor dhe institucional të qeverisjes vendore. B. Analizimin dhe propozimin e opsioneve dhe për ridizenjimin territorial dhe forcimin e kapaciteteve administrative të njësive të qeverisjes vendore. C. Analizimin e sistemit aktual të financave vendore dhe rekomandimin e masave për shëndoshjen financiare dhe rritjen e qëndrueshmërisë së njësive të vetëqeverisjes vendore, duke përfshirë forcimin e decentralizimit fiskal, rritjen e të ardhurave vendore, optimizimin e shpenzimeve dhe përmirësimin e menaxhimit financiar. Që shqyrtimin e cilësisë dhe aksesit të shërbimeve publike vendore. D. Sigurimin e përputhshmërisë së propozimeve me akit Bashkimit Evropian dhe politikat e kohezionit rajonal, dhe zhvillimin e një procesi konsultimi tërësor, gjithëpërfshirës dhe transparent me njësitë e qeverisjes vendore, shoqatat e tyre, shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtar. E. Paraqitjen përpara kuvendit të dokumentit analitik me rekomandime për hapat e mëtejshëm dhe propozime ligjore. Pika e 3. Komisioni i Posaçëm përbëhet nga 16 antar, nga të cilët 8 janë përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, 6 përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, 1 përfaqësues i grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim dhe 1 përfaqësues i grupit parlamentar të Partisë Lirisë. Emrat e antarëve të komisionit do të përcaktohen me vendim të kuvendit. Pika e 4. Komisioni drejtohet nga 2 bashkëkryetar, 1 nga Partia Socialiste dhe 1 nga Partia Demokratike. Pika e 5. Komisioni i Posaçëm do të zhvillojë veprimtarinë e tij në një afat kohor 9 mujor nga data e miratimit të këtij vendimi. Në rast nevoje, me kërkesë të arsyetuar të kryetarit të tij, kuvendi vendos zgjatjen e afatit të ushtrimit të veprimtarisë së komisionit. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, një votim me elektronik. Hapet votimi.
Ju lutem votoni. Mbyllet votimi. 115 vota pro, 0 abstenime, 3 vota kundër. Projekt vendimi miratohet. Urdhroni zoti Shejaj, më pas zoti Muçi, zoti Kapri. Atëherë, Komisioni për Reformën Zgjedhore ka një qëllim të vetëm: të vras partitë e reja, të vras alternativat në këtë vend, të vras demokracinë. Unë nuk e kuptoj, zoti kryetar, se si maggioranca dhe opozita bëhen bashk dhe fshehurazi, ngrën një komision pa përfshirë partitë e reja. Është e qartë, keni vetëm një qëllim, që pasi keni vjedhur së bashku për 35 vjet, të vazhdoni të vjedhni së bashku. Kjo po ndodh dhe këtë do bëni. Dhe ky do jetë rezultati i këtij komisioni të turpshëm. Vazhdoni, vini dakord bashk për të vjedhur bashk. Dhe me këtë komision këtë do bëni. Faleminderit. Atëherë patjetër fjalën do ta marrë edhe zoti Muçi dhe zoti Kapri, por fillimisht dy kryetarët e grupeve kanë kërkuar fjalën, grupeve të maggjorancës dhe grupit më të madh të opozitës, Partisë Demokratike, edhe për të sqaruar procesin, që pastaj mund t'i shërbejë dhe diskutimeve të zotit Kapri dhe zotit Muçi, zoti Muçi dhe zoti Kapri sipas radhës. Zoti Balla. Pari, dua t'i falenderoj dy kolegët nga maggjoranca dhe opozita që kanë bërë të mundur negocimin e këtij teksti përfundimtar të këtij projekt vendimi, i cili u mor, do të vi dhe do të sqaroj edhe ty. Ndoshta nuk e ke lexuar, por je pjesë e këtij komisioni dhe kemi marrë parasysh të gjithë traditën parlamentare shumë vjeçare. Është e pamundur që në një komision të posaçëm të përfshihen të gjitha partitë politike. Në këtë rast, për herë të parë në historinë e komisioneve të posaçme të reformës zgjedhore, janë përfshirë të gjitha partitë. Ata që e kanë parlamentin shkollë nate si puna jote, nuk e kuptojnë këtë që po them unë, se ti nuk dit lexosh. Lexoje. Gënjeve publikun kur the nuk je. Kemi bërë një zgjidhje për të përfshirë edhe ty, duke futur dhe partitë me 2 mandate. Prandaj gënjeve dhe ti që bën interesantin këtu, se ditën takohesh me këta për nxjerr kandidat. Dhe këtu vjen dhe këtu i shan pastaj. Kjo është pjesë e integritetit moral të çdo njeriu që edhe ulet në tavolinë edhe i shan bukën këtyre. Edhe u merr kandidatin, edhe u fut kandidatin këtyre dhe vjen pastaj tua që kanë bashkë me ty. E para, ne nuk bëjmë pazar me askënd. Ajo që ka rëndësi për grupin parlamentar të Partisë Socialiste është që të ngrihet komisioni posaçëm të reformës zgjedhore, të hedhim hapat që duhet i hedhim menjëherë, duke i thënë sot komisionit posaçëm që brenda 31 dhjetorit duhet kemi gati draftin për ligjin e financimit partive politike. Duhet i japim fund mënyrës se si financohen partitë politike në këtë vend, për të ngritur një standard të ri të transparencës së çdo qindarke që marrin partitë politike, për të dhënë fund historive me miliona dollar që paguhen për lobingje apo histori tilla. Dhe prandaj detyra e parë e këtij komisioni është kjo. E dyta, për ta ditur ti që s'ke për të marrë vesh kurrë nga kjo punë. E rëndësishme është që të shkojmë përpara me depolitizimin e komisioneve
të administrimit zgjedhjeve. Zgjedhjet e fundit treguan që partitë politike të paktën nga njëri krah kanë humbur besimin tek numrimi i votave me përfaqësues partive. E prandaj duhet ta domosdoshmërisht dhe ti duhet të jesh i pari që duhet ta mbështesësh këtu depolitizimin e komisionit, sikurse e thot OSBE deri. Prandaj sa për kërkesën për të mos ta marrë fjalën të deputetit që me të drejtë ka drejt ankot, jo ky. Po ky është një populist. Ai djali atje i partisë Lëvizja Bashk ka një të drejtë, thotë që kam një mandat apo zonja nga Shqipëria bëhet, ka një të drejtë se nuk është përfshirë, se ky që vërtet është përfshirë, është antar i komisioni, po gënjen, ja ka marrë dorën kësaj pune. Zotri, është e pamundur që të bëhet një komision i posaçëm me të gjitha partitë. Por je i mirëpritur në mbledhjet e komisionit posaçëm të bësh të gjitha dhe ke të gjitha të drejtat sipas asaj që e kanë dhe deputetët e tjerë. Në fundit, kjo është marrëveshja, asnjëherë nuk ka një konsensus 100%. Sot jemi para një situate që kemi konsensus 99%. Pra 99% e kuvendit ka këtë formulë. Kjo është demokracia. Shumicë me 99%, më shumë se kaq nuk arrin dot. Faleminderit, na vaf mbar puna e komisionit. Faleminderit zoti Balla. Zoti Këlliçi ka fjalën. Zoti kryetar, unë do të flas, mos bërtit. Ja le të marri kohën time, s'ka problem, unë do të flas para rendit ditës, kryetar, për procedurë dhe nuk kam gjë për të shtuar për sa i përket ngritjes komisionit posaçëm për reformën zgjedhore, mjafton lexohet pika 3, është e qartë dhe shqetësimi që u tha pak më parë, por mund t'ja japësh kolegëve fjalën pa problem, partive tjera. Faleminderit. Urdhro zoti Shehaj. Ruani etikën, ju lutem. Atëherë, shiko, Taulant, ti e mësuar duke i bërë shqiptarët për budallënj, kjo s'ka dyshim, por është e qartë pse po e keni ngritur të komision. Ky komision ka vetëm një qëllim, siç e thash, të zhduki partitë e reja. Ky është qëllimi. Dhe këto lojra tuaja që bëni bashkë dhe pa përfshirë askënd, na dilni me listën ku fusni edhe ne brenda, nuk na bëjnë pis, Taulant. Nuk na bëjnë pis. Por ajo që çudit në fakt më shumë është si nuk vjen turp, si s'të vjen turp fleti për financimin e partive politike. Si nuk vjen turp flisni ju për financimin e partive politike. Si financoni ju fushatat? Ku i gjeni ju ato miliona euro që financoni fushatat? Ku i gjeni? Taulant, ku i gjen para Taulant? Taulant, ku i gjen para Taulant? Miliona euro që harxhoni për media. Doli një lajm para disa ditësh që zvendës kryeministri është hetim për korrupsion. Nuk doli në 90% të mediave, sepse i paguani. Dhe guxoni vini këtu dhe flisni për financimin e partive politike. Tu vitur. Kujdes fjalorin, zoti Shehaj. Zoti Muçi ka fjalën. Atëre, po referojmë fjalës së përfaqësuesit Partisë Socialiste, i cili tha që ngritja e komisionit u bazua në traditën parlamentare. Duhet di se kur është tradita parlamentare për të përjashtuar nga drejta e votës një parti që përfaqësohet në parlament, dhe me drejta i thaj që është me i konsensus 99%. Dhe këtu 1% që nuk është pjesë e konsensus është Lëvizja Bashk. Tani pyetja ime është drejtuar të dy përfaqësuesve, si të pozitës dhe të opozitës. Ku bazoheni që përjashtoni nga drejta e votimit një parti parlamentare si me qenë një OJF, as si me qenë një institucion që është aty për të dhënë ca propozime a për të dhënë mend? Sepse që thoni që këtu s'ka vend për gjitha partit, ndërkohë që Partia Socialiste përfaqësohet me 7 antar, atëherë 7-7-14 apo jo. Kështu që Lëvizja Bashk praktikisht në terma praktik është i vetmi subjekt politik të cilit i është mohuar e drejta e votës në këtë komision parlamentar për reformën zgjedhore. Prandaj qartazi përjashtimi ynë nënkupton dëmin që pritet i bëhet partive të vogla përkohësisht
që shumë shpejt do bëhen të mëdha. Faleminderit. Faleminderit zoti Muçi, zoti Kapri e ka fjalën. Faleminderit. Zoti kryetar, nuk kishte asgjë parlamentare me votimin që sapo ju bët këtu. Mjafton të krahasosh dy draftet, janë të dyja krejt të ndryshme, edhe pse janë komisionet të posaçme. Unë nuk e di nga e keni marrë këtë praktik nga cili vend evropian. Dhe për më tepër, për më se 1 javë ose 10 ditë, draftet janë ndryshuar nga 2-3 herë në mungesë transparence dhe janë hedhur në media sikur po bëhet në një pazar politik. Zoti kryetar, ju duhet ta kishë ndaluar këtë gjë. Në qoftë se do bëshë një komision i vërtet, duhet që çdo parti politike që ka garuar në zgjedhje dhe ka marrë votën e shqiptarëve e ka të drejtë të jetë në komision. Nuk mund të caktoni ju të drejtën. Nuk po thot njëri shumica pakisa, por vendin në komision ja kanë dhënë shqiptarët, nuk mund t'ja jepni ju. Dhe nuk mund të silleni sikur çdo gjë do na keni për vete. Mjafton të kujtoj zoti kryetar që 3 partitë e reja në këtë parlament, edhe pse kanë 4 mandate, përfaqësojnë votën e 10% të shqiptarëve. Dhe i keni përjashtuar nga çdo lloj konsultimi apo vendimarrje. Mjafton të marrë dhe një fakt tjetër. Ka me 10 delegacione parlamentare ky parlament me shumë vende dhe institucione. Asnjë deputet i ri nuk është antar në to, edhe pse përfaqësojnë votën e 10% të shqiptarëve. E pra kjo është pazar. Ndaj, zoti kryetar, ky është një shans i humbur, aq më tepër kur kreu i maggjorancës ka kërcënuar këtë parlament dhe demokracinë tonë duke thënë që duhet shkojnë në 100 mandate. Atëre, rezultati i këtij komisioni dihet dhe aq më tepër është e turpshme mbas raportit të Komisionit Odirit që u publikua pak ditë më përpara, ku kërkon ndryshimin rrënjësor, por fatkeqësisht nuk mund ta bëjë ky parlament. Faleminderit zoti Kapri, fjalën e ka zoti Gjiknuri, më pas zoti Fatmir Mediu. Zoti kryetar, në fakt e mora fjalën më shumë edhe për të dhënë një sqarim se mbase këtu në zhurmën që bëhet harrohen disa detaje ku të gjithë ata që ngrihen si shqetësuar përgjigjet i kanë aty. Dhe meqense se unë jam marrë direkt me hartimin e atij vendimin lidhje me komisionin, duhet bëj 2 sqarime. E para, të gjitha partitë janë të përfaqësuar aty. Çështja e votës është çështje irrelevante për një arsye se ky komision, si komision sui generis dhe nuk ka një lloj të tillë në Parlamentin shqiptar, votën e ka të barazleshëm me veton e bashkëkryetarit. Veton dhe votën praktikisht e kanë 2 forcat e mëdha. Kjo është e vërteta. 1. Do të thotë të gjitha partitë kanë të drejtë të kenë antar aty, edhe partitë që folën më parë kanë të drejtë të kenë antar të bëjnë propozime njësoj si gjithë të tjerët. Është e pamundur të akomodosh të gjithë partitë tek opozita, se janë 13-14 parti opozitare, do të thotë që komisioni do ishte një tren që s'do mbaronte kur, pra do ishte pamundur funksiononte, dhe çdo antar i çdo partie ka të njëjtat drejta. Ka drejt propozoj projekt ligj, ka drejt të dëgjohet, ka drejt flasi, ka çdo drejt si çdo parti tjetër aty. Vendimet merren me vetën e bashkëkryetarëve. Tash kjo është tradita dhe nuk është era parë që bëhet kështu. Kur ka pas shumë parti dhe në vitin 2017 është zgjedhur një threshold, sepse është e pamundur të përfaqësosh gjitha në komision. Qofse duam komision funksional, pastaj marrin gjithë parlamentin. Hajde funksionon parlamenti si komision, meqense janë gjithë përfaqësuar këtu. Kështu që më vjen keq që hidhen insinuata të tilla, mua më vjen keq që gjithmonë partitë e vogla tentojnë të demaskojnë apo ta gjejnë fajin tek sistemi, duke harruar që vetë janë produkte atij sistemi. Pra kush ka vota, nxjerr mandate. Kështu që mos e paragjykoni punën e komisionit. Ky s'ka mandat të ndryshojë kushtetutën, qofse ky patjetër do të ketë një dakordsi të gjitha forcave politike dhe një maggjorancë kushtetuese, kjo është një çështje që i mbetet kohës. Po gjithçka do të jetë transparente me prezencën e OSBE Odirit dhe të gjitha partitë kanë qenë konsultuara. Madje u ndryshua objekti për të reflektuar edhe partitë e vogla, për ta sqaruar publikun, komisioni ishte balancuar, të gjitha partitë janë përfaqësuar aty, 2 partitë tjera që nuk kanë mundësi të kenë antar, thjesht quhet antar, kanë të drejtën të marrin pjesë, propozojnë projekt ligje, të jenë pjesë e diskutimit dhe gjithçka është transparente dhe janë të përfshira në këtë proces. Kështu që besoj që debati është i kotë, unë e kuptoj që do të bëhet diferenca se kujtohet sikur ka një diversion, por e vërteta është të gjithë janë përfaqësuar, le të fillojmë punë, do kemi mundësi ta dëgjojmë njëri tjetrin aty.
Faleminderit zoti Gjiknuri, fjalën e ka zoti Fatmir Mediu. Zoti Mediu. Zoti kryetar, së pari nuk mendoj që na bën nder fakti që shkruani që ky komision ecën sipas traditës parlamentare, sepse ajo traditë nuk ka prodhuar asnjë kod elektoral që të ketë minimizuar problemet zgjedhore. E dyta, kur flasim për transparencë, transparenca nuk është kur votohet, është para votimit. Dhe përfshirja e gjithë subjekteve politike në një diskutim për Komisionin e Reformës Zgjedhore do ishte domosdoshme, sidomos duke lexuar raportin e fundit të OSBE-Odirit. E treta e tha kolegu Gjiknuri në interpretimin e tij që ky është një komision ku vota nuk ka vlerë. Mjafton vetëm mirëkuptimi i dy bashkëkryetarëve. Pra çdo subjekt politik dhe ato që përfaqësohen sipas këtij vendimi nuk kanë të drejtë vote. Edhe komision pa drejtë vote vetëm me vetën e dy bashkëkryetarëve është një histori e cila është përsëritur dhe për fatin e keq ka prodhuar kode që as deputetët e njërës apo tjetrës palë nuk i kanë njohur përpara se të vinë në sallën e votimit. Prandaj mendoj që është shumë e rëndësishme nëse flasim që do ketë të drejtë vetoje dhe duhet të ketë patjetër konsensus se kjo është vetoja, atëherë le të bëjmë atë që është e domosdoshme dhe nevojshme, të ketë një konsensus para se të shkojmë tek vetua brenda krave politik, që palët që janë opozit paktën kenë mundësi që të diskutojnë se çfarë është e vlefshme dhe çfarë është e pavlefshme në një kod zgjedhor për pasur zgjedhje të lira të ndershme. Përndryshe do përsërisim të njëjtën histori për të njëjtat interesa dhe do të kemi po të njëjtat procese zgjedhore të manipuluara dhe të kontrolluara nga korrupsioni dhe krimi. Faleminderit zoti Mediu. Fjalën e ka kërkuar për procedurë edhe zoti Tomor Alizoti. Zoti Alizoti. Unë në fakt e kam përpyetje do ka përcej nga këtë temën për rend e ditës. Hera parë që në 30 ca vjet në Shqipëri ne nuk mund të pyesim dot raportuesit e institucioneve më të larta. Zoti Peleshi, parlamenti është debat. Ne jemi të votuar nga X njerëz dhe duam të pyesim në mënyrë direkte përfaqësuesit e institucioneve. Duhet të pyesim sepse Shqipëria është republikë parlamentare. Kjo ndodh në të gjithë vendet europiane, kjo ka ndodhur edhe për 30 ca vjet në Shqipëri. Pse duhet precedenti i dytë pas atij të parë, dhe precedenti është një element shumë negativ, i cili vlen që anormalitetin ta kthejë në normalitet. Unë dua të pyes përfaqësuesit e lartë të drejtësisë për një vend të padrejtë siç është Shqipëria. Dua t'i pyes, ju pse e keni hequr këtë drejtë? Kam dëgjuar, qofsha gabim, që ne nuk do kemi të drejtë të pyesim ata në mënyrë të drejtë për drejtë. Do t'ju dorëzojmë pyetjet dhe ata do lexojmë pyetjet tona. Ku qëndron kjo? Ky është një koncept i cili pyetjet dorëzohen me shkrim që ai që do përgjigjet të ketë një ide për çfarë do përgjigjet. Jo që të zëvendësohet pyetja e drejtë për drejtë e një parlamentari duke lecuar. Sepse përndryshe, atëherë të gjithë ne si deputet dorëzojmë dosjet tona me fjalime dhe i lexoni ju. Ne prandaj jemi këtu që ne të pyesim direkte. Dy lutesha, sepse kjo është një shkelje e rëndë. Këtu të gjitha institucionet kanë një përballje me parlamentin. Shqipëria është republikë parlamentare dhe parlamenti është institucioni më i rëndësishëm. Ka një detyrë që të vëjë në pyetje, në vështirësi pushtetin. Ky është koncepti i demokracisë. Nuk mund të shmanget asnjë përfaqësues i drejtësisë ndaj pyetjeve tona të drejtë për drejta, sepse përndryshe ka rënë parlamenti dhe ka rënë demokracia. Pse? Pyetja ime shumë e thjeshtë. Pse në 30 ca vjet janë bërë këto pyetje dhe mbas 30 ca vjeteve nuk duhen bërë këto pyetje? Do ju lutesha, unë nuk të kam fyer nerë, se nëse mund të merrem me ty, mund të merrem nga mjes deri në darkë. Mjafton të shikosh edhe mund të merresh nga mjes deri në darkë. Kështu që mos u merr fare, unë po flas. Unë si përfaqësues dua të pyes drejt për drejt zotrin. Ma jepni këtë mundësi. Ju falenderoj. Faleminderit. Ka një listë me kërkesa për të marrë fjalën procedurë. Besoj nëse është ndryshe më thoni, por nëse janë për çështjen që s'ka filluar ende të raportimeve, po nëse janë për raportimet, atëherë do t'ju lutesha të më dëgjoni vetëm një parashtrim dhe pastaj me radhë, patjetër zoti Berisha dhe gjithë tjerët do të merrni fjalën, patjetër. Tani para se të kalojmë në shqyrtimin e raporteve vjetore. Okej, dakord, nëse nuk e keni për këtë në rregull. Zoti Berisha për procedurë. Të dashur qytetarë dhe qytetare, ne sot votuam ngritjen e këtyre komisioneve
për dy arsye themelore. Spari janë një seri e pafundme e rekomandimeve të OSBE-Odirit, të cilat ne i kemi pranuar dhe besojmë se janë transishme. OSBE-Odir ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe në raportin e fundit damkosin në mënyrë përfundimtare si një farsë e shëmtuar zgjedhore zgjedhjet e 11 majit. Në këtë kontekst, ne ndjehemi detyruar ndaj tyre që orientimet e drejta dhe rekomandimet e drejta ti kthejmë në ligj, ndonë se deklarojmë se në mënyrë absolute me Edi Ramën shqiptarët nuk do votojnë kurrë si qytetarë të lirë. Kjo është e vërteta. Së dyti, reforma territoriale ishte një antireform në të cilën u vendosten standardet e pabarazisë maksimale. Mjafton të rikujtoj këtu se qarku i Gjirokastës me 120.000 banor ka 7 njësi, qarku i Tiranës me mbi 1 milion banor ka 4 njësi. Sigurisht që ne do bëjmë gjithçka që këto padrejtësi maksimale të largohen, të anullohen. Dhe kjo mendimin e Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Europës. Pra, kjo është arsyeja sepse ne i votuam këto dy komisione, ndonë se me bindjen më të thellë se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje, me Edi Ramën nuk ka vot të lirë dhe është vetëm vendimi i qytetarëve, ai që do u rikthejë shqiptarëve votën, është përpjekje e opozitës, ai që do u rikthejë shqiptarëve votën. Faleminderit zoti Berisha. Një sqarim para se të kalojmë në shqyrtimin e raporteve vjetore të institucioneve, sepse ku nuk ka informacion ose ka informacion të gabuar, më pas edhe vendimarrja orientohet gabime dhe mund të futen pastaj edhe emocionet politike në mes. Po e sqaroj shumë teknikisht, edhe duhet të më besoni që unë edhe kushdo tjetër, qoftë në krye të kuvendit, nuk ka interes të mos ecë procedura, të ngecë apo të aq më keq të prishet një seancë parlamentare. Unë nuk kam ardhur në këtë institucion në drejtim të menaxhimit punimeve të parlamentit për të penguar parlamentarizmin. Pra, para se të kalojmë të raportimet, dëshiroj të sqaroj procedurën që do të ndiqet gjatë seancës në përputhje me praktikën e konsoliduar në vite dhe me rregullat e kuvendit. Sipas rendit të ditës, pas paraqitjes së raportit nga titullari i institucionit dhe leximi i projekt rezolutës nga komisioni përgjegjës, vijohet me pyetjet nëse janë depozituar përpara fillimit të seancës dhe diskutimet nga deputetët para se të kalohet në procesin e votimit. Në shkresën e depozituar nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike është kërkuar zbatimi i rregullores dhe praktikës 34 vjeçare, për sa i përket prezantimit të pyetjeve drejtuar titullarëve të këtyre institucioneve. Në lidhje me zbatimin e rregullores së kuvendit, neni 103, raportimi në kuvend, pika 7, përcakton se në seancë plenare titullari i institucionit paraqet raportin për jo më shumë se 20 minuta. Në vijim lexohet projekt rezoluta e komisionit përkatës për vlerësimin e punës së institucionit dhe më pas vazhdohet me pyetjet dhe përgjigjet e tyre. Kaq thot rregulloria. Për të përcaktuar procedurat parlamentare mbi mbikëqyrjen dhe kontrollin parlamentar, me vendimin numër 6, dhe kjo është e rëndësishme, se besoj që do të jap fund debatit. Numër 6, datë 23/3/2022. Konferenca e kryetarëve ka miratuar manualin e mbikëqyrjes dhe kontrollit parlamentar. Ky manual i është nënshtruar procesit konsultimit të brendshëm me deputetët, me përfaqësues të komisioneve parlamentare dhe me grupet parlamentare. Në manualin e mbikëqyrjes dhe kontrollit parlamentar është përcaktuar edhe procedura parlamentare
për raportimin në seancë plenare të institucioneve të pavarura ose të krijuara me ligj. Po lexoj pikat relevante. Pika 8, 9 edhe 10. Pika 8. Deputetët mund të bëjnë pyetje rreth raportit vjetor. Pika 9. Pyetjet përgatiten me shkrim dhe depozitohen në fillim të seancës plenare. Pika 10. Pyetjet i vijnë në dispozicion titullarit të institucionit të pavarur, i cili mund të përgjigjet direkt ose të kërkojë kohë. Kjo përcakton qartë procedurën që do të ndiqet në seancën plenare në lidhje me praktikën, ju lutem ta mbaroj, me praktikën parlamentare. Ta mbaroj, lutem. Nga viti 2011 deri në vitin 2017, në seanca plenare zhvilluar vetëm debat parlamentar mbi raportimet vjetore, pa pyetje. Gabim. Jo, meqense i referohemi praktikës parlamentare. Kjo është lehtësisht e verifikueshme pasi të gjitha përzverbalet ndodhen në faqen zyrtare të Kuvendit. Seanca plenare e datës 21 prill 2016, faqet 73 dhe 82. Gjithashtu në vitin 2018, pas paraqitjes raportimeve, ka patur vetëm diskutime. Në vitin 2019 dhe në vazhdimsi janë paraqitur edhe pyetje, ku është zbatuar procedura e pyetjeve në të cilën titullarët e institucioneve e kanë lexuar pyetjen dhe janë përgjigjur. Teksoj këtu seancat plenare 23 maj 2019, 20 qershor 2019, 21 maj 2020, 21 maj 2020 përsëri, 3 qershor 2021, 1 korrik 2021 e tjera. Theksoj se në Komisionin Përgjegjës për çështjet ligjore dhe administratën publike janë bërë diskutime për të 5 raportimet e institucioneve të drejtësisë, të cilat kanë zgjatur rreth 10 orë dhe titullarët e tyre janë përgjigjur afërsisht 90 pyetjeve, si dhe kanë marrë pyetje për t'i kthyer përgjigje me shkrim, si për shembull Këshilli i Lartë Gjyqësor. Për sa i përket pretendimit se deputetit i mohet e drejta e fjalës, sqaroj se çdo deputet do të ketë hapësirën e tij për diskutime në seancën në fazën e parashikuar për këtë qëllim, sipas rendit përcaktuar nga rregulloria. Kemi rënë dakord me konsensus në konferencën e kryetarëve që do të ketë 2.5 orë debat, kohë debati për çdo raportim. Pra në total për të 5 bashkë sot përgatituni për 12.5 orë debat. Shtuar edhe 4 orë pastaj të tjera për seancën e radhës që është seanca e çështjeve të komuniteteve. Pra kemi një hapësirë debati për 16 orë gjysmë, të cilën nuk e di se ku mund ta gjejmë arsyen për të, se nuk dua të parashikoj për keq, por një hapësirë kaq e madhe nuk mund të vihet në diskutim apo në pikpyetje për një detaj teknik kush e lexon pyetjen. Nëse i keni fjalën për interpretim të pyetjes, interpretimet e pyetjes të nderuar kolegë deputet të gjitha krave janë pjesë e debatit. Interpretimi i pyetjes merreni kohën e debatit siç është ndarë, një debat më së mjaftueshëm dhe shpresoj që ta konsumoni gjithë kohën, sepse ndodh që në fund pastaj e lini vetë radhën e atë kohën e debatit. Nëse e merrni kohën e debatit, keni mundësi për komente e interpretim. Por unë kërkoj mirëkuptimin tuaj, sepse e di që të gjithë janë të interesuar, unë padyshim, po dhe grupet parlamentare, sidomos deputetët që nuk janë pjesë e grupeve parlamentare dhe kanë një zë më të dobët, duhet ta pranojmë për të folur. Kanë shumë të drejtë, pavarësisht frymës apo etikës që përdor një deputet apo një tjetër, në thelb kanë të drejtë. Kanë të drejtë të konsumojnë kohën e debatit. Ju lutem, lejoni të fillojë koha e debatit mbasi të përfundojnë raportimet. Pyetjet, siç është në manualin e rënë dakord me konsensus në vitin 2022 në konferencën e kryetarëve, depozitohen me shkrim dhe i vijnë me shkrim në dispozicion drejtuesit të institucionit të pavarur. Atëherë ka kërkuar fjalën zoti Belind Klliçi në emër të grupit parlamentar Partisë Demokratike. Zoti drejtuesi i seancës. Kjo është një tallje që bëhet me rregulloren e Kuvendit, e mbi të gjitha me kushtetutën dhe me drejtën e fjalës që kanë deputetët. Por kjo është tallje që bëhet dhe me drejtuesit e institucioneve drejtësisë që vinë këtu, se ata as nuk janë zëdhënës, as nuk janë sekretarët e deputetëve që t'i bëjnë pyetje dhe lexojnë pyetjet e deputetëve. Se po ja u japim dhe fjalët atyre dhe të marrin dhe atë 38 minutë kohë që kemi ne si opozitë, të na lexojnë dhe përgjigjet tona, edhe fjalimet tona. Kjo që ju thonin, praktika parlamentare është e konsoliduar në mënyrë shumë të qartë paktën 2 vjet e fundit.
po të shihni proces verbalin e vitit 2024 dhe të vitit 2023, në faqen 15 dhe 16, keni të shkruar momentin kur deputetët fillojnë dhe i adresojnë pyetje drejtuesve të institucioneve drejtësisë. Për më tepër, ju vetë përmendët nenin 103.7 të rregullores kuvendit që nuk e specifikon as në manual se pyetjet nuk ka drejt t'i bëj deputeti. Se në fund të ditës për dalë ke një pyetje duhet parashtrimi dhe duhet logjika. Do duhet ketë një logjik për çfarë po i pyesim drejtuesit. Ndërkohë nga ana tjetër, ju përmendët me drejt, madje keni këtu në lozh, keni dy drejtuesit, prokurorin e përgjithshëm dhe drejtuesin e prokurorisë posaçme. Të dy bashkë kombinuar në komisionin e ligjeve dhe në komisionin për nisma qytetare kanë qëndruar mbi 10 orë me deputetë të opozitës dhe të mazhorancës. Nuk kanë pas një problem, janë adresuar gjitha pyetjet nga deputetë të opozitës, kanë dhënë përgjigjet e tyre kur kanë dashur, kur s'kan dashur kanë dhënë sqarimet e tyre dhe gjithçka ka shkuar në rregull. Nuk kuptoj arsyen se përse ju doni t'i hiqni të drejtën deputetëve të këtij parlamenti t'i adresojnë pyetjet më shqetësuese që kanë sot qytetarët shqiptar, këtyre drejtuesve, 5 drejtuesve të institucioneve më të larta drejtësisë në vend. Në një moment kur na janë vrarë gjyqtarë në përsalla, në një moment kur drejtësia në këtë vend është kthyer në padrejtësi, në një nocion pranueshëm për çdo qytetar, po dalësh e bësh një anketim thjesht. Ndaj, ju siç e shihni, qëndrimi ynë është i qartë, ne duam të zhvillohet seanca, ne kemi ardhur të përgatitur sikundër kemi 6 javë që ka filluar parlamenti dhe nuk na jepet e drejta fjalës. Asnjë nga deputetët, mbi 95% e deputetëve Partisë Demokratike nuk kanë folur ende në foltore, se ju keni vendosur të mbyllni seancën. Në çdo seancë kalonin votim. Ndërkohë, e vërteta është që deputetët e opozitës vinë të përgatitur, është një punë voluminoze që kryhet dhe sigurisht ne vim këtu me votat e qytetarëve të opozitës dhe përfaqësojmë interesin e qytetarëve të opozitës, jo të atyre që flasin për heronjtë e fëmijëve tan apo flasin për një drejtësi që është kthyer një lev në dorën e pushtetit për të goditur kundërshtarin politik. Ndaj ju lutem, lejoni zhvillimin normal të kësaj seance. Siç e shihni, jemi të gjithë duke folur brenda kontureve të etikës të rregullores, kemi ardhur përgatitur, jepini të drejtën kushtetuese deputetëve, njëni atë drejtë që i njeh rregulloria dhe të kalojmë seancë normale. Faleminderit. Zoti Sali Berisha. Spari mendoj se me këtë qendrim po shkelet nga parimet më themelore të barazis midis palëve. Në qoftë se pala që pyetet ka të drejtë të përgjigjet, pala që pyet ka të drejtë të lexojë pyetjet dhe kjo ka qenë në të gjitha kohrat. E vërteta është që ajo citoni ju është jashtë kontekstit. Pse është jashtë kontekstit? Së pari këto institucione nuk kanë ekzistuar në këtë formë në të gjitha vitet që ju përmendet. Së dyti, ka një taktik që është përdorur edhe për institucionet, edhe për Këshillin e Ministrave, siç e dini, në rastet caktuara për qëllime taktike, opozita vendos të heqë dorë nga pyetjet. Dhe kjo është një praktik e përsëritur në këtë parlament. Së treti, nga viti 2022 e këtej, pyetjet janë bërë siç duhet dhe zotëri, në të drejtën në rregulloren e parlamenteve të gjithë botës, jo vetëm që ka jep pyetjen me shkrim, por çdo deputet ka drejtën e pyetjes orale të pa depozituar. Kjo është e vërtet në Parlamentin Evropian, kjo është e vërtet në Këshillin e Europës, kjo është e vërtet në çdo asamble parlamentare ndërkombëtare. Dhe ju e hiqni këtë pa asnjë të keq. Tani pse ky kuadër? Ju e keni sot këtë qytetarë dhe qytetarë të dashur. Kur shifni këtë sallë, imagjinoni bunkerin e frikës të Franz Kafkës apo të një shkrimtari tjetër. Ju jeni me Katar, të gjithë ju keni dosjet e ata. Ata vetë kanë mëkatet e tyre. Ky është një kompromis që bëhet midis mëkatarëve, se si të mbuloni. Natyrisht unë e kuptoj që Uluziu nuk don që u të ngrihem dhe të pyes
se s'ju çfarë të kujt janë ato 2 kostumet që i solli Altin Hajri. Nuk don që të pyes për çantën Louis Vuitton, nuk don që të pyes për 500.000 euro. Ky tjetri nuk don që ta pyes për bisedat me Mario Çelen, nuk don që ta pyes për dëshmitë e Eriona Daupajt. Asaj nuk don, se vaj flen mbi dosjet e krimit. Ky është një kompromis mbi krim dhe ju bëni një gabim historik në qoftë se hiqni deputetëve drejtën për të pyetur. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Balla në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kjo fjala e deputetit parafolës ishte sikur procedurja. Ishte sikur të i kërkoje djallit të interpretoj Biblën. Tani me që flasim për Biblën dhe dëgjuam se çto djalli për Biblën, tani të shkojmë tek shinat. Edhe kam për deputetët e rinj të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kur keni ardhur në datën 12 shtator këtu, në tryezë keni gjetur këto 3 libra. Këto janë 3 librat që rregullojnë, ka dhe libra tjerë, është dhe kodi etikës. Po ju s'vini asnjëherë se shkollë natë e keni këtë punë, do ikni prap. Por po ju them, ky është libri i parë, është kushtetuta. Ky është libri i dytë, është rregulloria. Dhe ky është një libër që ka ardhur nga tradita parlamentare. Më në fund, kemi bërë një punë të mirë 4 vite më parë, ku traditën parlamentare e kemi vënë në libër. Rregulloria e Kuvendit neni 103 e ka përcaktuar qartazi se si bëhet procesi i raportimit. E vërteta është, dhe ju e thoni shpesh, kur e kemi bërë gabim një herë, nuk kemi pse e bëjmë gabim gjithmonë. Po, është e vërtet që në 2023 apo 2024 është bërë gabim. Është bërë gabim. Por, ky libri këtu është miratuar përpara. Dhe është miratuar në korrik të vitit 2021, ku në fakt me deputet që kishin ardhur nga lista tuaja e kemi bërë një diskutim të tillë, i kemi referuar, gënjeu zotëria që tha Parlamenti Evropian, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, nuk ka më në Parlamentin Evropian që të vijë një institucion të raportojë dhe ti të shohësh nga vendi dhe ti thuash kam këtë pyetje, po shiko se kam dhe këtë pyetje. Jo. Ka një rregull në të gjitha parlamentet. Pyetjet depozitohen përpara seancës. Madje, nëse doni, lexoni nenin 90 rregullores, ku bëhet fjalë nëse ti do t'i bësh pyetje kryeministrit. Edhe në atë rast, kur ti do t'i bësh pyetje kryeministrit, pyetjet depozitohen përpara fillimit të seancës dhe kryeministri lexon pyetjen që i ka dhënë deputeti. Dhe deputeti, edhe në rastin në fjalë, ka të drejtë që në kohën e përcaktuar që kemi rënë dakord apo jo? Toni këtu. Kemi rënë dakord. Kemi rënë dakord 150 minuta. Herë 5 institucione kemi 12 orë gjys debat, se po thoni nuk duam, po na heqin kohën. O zotërin deputet të rinj të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zgjidheni brenda jush të hall që ju ka zënë. Keni 5 orë në dispozicion që të flisni. Ndoshta ai njeriu aty nuk do që të flisni ju. Është puna ati, është strategjia ati që të flasi vetëm ai. Ne jemi të gatshëm në zbatim të këtyre 3 librave. Fillojmë me njëherë diskutimin. Ju lutem shumë, edhe po mirë se edhe gënjeshtar i nivelit tani the prokurori i përgjithshëm raporton këtu prej unë nga 20 vjet deputet. Prokurori i përgjithshëm ka raportuar gjithmonë. Ama koha kur raportonte Ina Rama dhe ti lije sallën edhe pse kishe shumicë, e mban mend, ë? E mban mend Josefina, kur vinte Ina Rama këtu largoheshin nga salla. Vazhdojmë punë. Zoti Manjam pas zoti Gjekmarkaj. E kërkova fjalën për replik Sali. Të balancuar do ta mbajmë. Tani ta ngjojnë mediat edhe opinioni publik. Në 35 vjet Sali për herë të parë në jetën tënde ke qenë i vërtet kur unë gjitem mbjeshtë i Stagut. Si vjet. Se zakonisht
Ti një lloj si unë kur ngjitesh në mal, na flet shpirti, na flet e vërteta, sepse na thret origjina me sa duket. I vërtet ke qenë si vjet mbjeshti i stokut se të kam ndjek, se zakonisht i ndjek këto shëtitjet mal, jam i apasionuar pas këtyre gjërave. Aty kur zhvillove atë dialogun me Kalin, mes pasioneve të rinisë që t'u ndjes zjarri nga mrenda për të hypë në Kalë dhe për të bërë xhiro të kujtosh rinin edhe moshës. Dhe në fund e the dhe vetë, në këtë diluftimin mes rinisë, pasionit, malit, fëmirisë, adoleshencës, rinisë, triumfoj kjo e dyta, mosha. E le Kalin dhe the, vendosa të ecin kohë. Sali, edhe të ngjoj opinioni publik, atje është i vërtet ky, gjithë tjerat i ka gënjeshtra. Se dhe vetë jetën e ka ndërtuar mbi gënjeshtrën. Tani, këto desha të them sepse duhet ngjenat saliun e bjeshve të stoku shqiptar, jo këtë saliun e sallës parlamentit. Këtë kisha. Zoti replik zoti Berisha pas zoti Gjekmarkaj. Të dyve, Tani, replik në vend të repliks, me datën 10/2/2020, Targeti informon pinin AM5B80 se kishin rënë dakord me styre që të mos i kërkonin taos as një tender publik apo favore të tjera përveç atyre që kishin rënë dakord të kërkonin. Ky mesazh ju përcuall taos dhe i dhan afat deri në dhjetor. Tao ju përgjigj kësaj e garanton që të gjithë ata njerëz do të votojnë, por nëse vendosin në listë ata që donë ata në burg. Përgjigja ishte, po, ne garantojmë këtë. Me pas Tao tha, ata do shkojnë në burg këtë vit. Replika 2. Replika 2. Shif, merja pak, afroju pak, merja masën pak. Saj Ols u tërguar shumë i mirë për një 2 kostume. Them unë, deklaroj se është Olsi Dado. A y e përgënjeshtoj burrërisht edhe më detyroi të kërkoj të falur. Mora vesh se ishte Ulusiu se përgënjeshtoj asnjëherë, sepse aja tje në vend se ta thraset i thot t'ja zhvesh kostumet, t'ja hedh në kosh kostumet, ja fshet dosjen. Këto janë arsyet që ju nuk na lini ne, nuk doni pyetjet tona, po e keni gabim. Sepse vetë keni përmbys, ju bëni fjalë për këtë kod, po vetë keni përmbys kodin në atë manualin në vitin 2022, 2023, 2024. Ne nuk kemi diktue përmbysin e tij. Po pse? Sepse ai manual nuk përcakton, kurs mund të përjashtoj të drejtën e pyetjes me gojë ndaj përfaqësuesit të institucioneve. E shifni apo jo, e keni nga frika, e keni nga halli, të dy palët. Ky është një kompromis në frikë, ky është një kompromis në krim. Faleminderit. Unë ju sqarova të bazuar te rregulloria, te manuali, por edhe nëse arsyeja tjetër është që të mos përdoret foltorja e parlamentit për të nëpërkëmbur shtetin dhe institucionet e shtetit që janë më të rëndësishme se ne, se kanë qenë aty dhe do të jenë mbasi të ikim ne. Ne jemi deputet, por ne nuk kemi drejtat pakufishme. Ne kemi edhe detyrimet tona. Dhe detyrimi kryesor është të mbajmë shtetin më këmbë, jo ta vëmë atë për gjunjësh. Shumë faleminderit, zoti Gjekmarkaj. Zoti kryetari i Kuvendit, në shenjë respekti për këtë seancë, fjalën time për procedurë e kam menduar të shkruar. Në cilësinë e nënkryetarit të këtij institucioni, ju ftoj shumë qetësisht të reflektoni dhe të bëni të mundur një seancë normale, sepse në 2 muaj ja keni mohuar vendit dhe parlamentarizmit një të tillë. Përmes akteve tuaja, seancë pas seance, ku tentoni
të asgjësoni çdo të drejtë të opozitës, të provokoni opozitën, të shpikni rregullat e reja, të pa dëgjuara me parë, ju nuk po asgjësoni opozitën, atë nuk do të arrini kurrë, por keni asgjësuar parlamentin që është pronë e qytetarëve të saj. Ne deputetët e opozitës kemi ardhur sot këtu shumë seriozisht të përgatitur, me respekt për titullarët e institucioneve, dhe ata duhet na dëgjojnë ne me respekt. Ju lutem mos e sabotoni këtë seancë. Shoqëria po ju sheh dhe po ju gjykon. Ndaj duhet të lejoni deputetët të bëjnë punën e tyre, të bëjnë pyetje. Ashtu siç kanë bërë 35 vite në këtë sallë. Pyetja nuk është mekanike. Ajo ka tekst dhe kontekst. Ajo mbart emocione njerëzore, ajo mbart këndvështrime. Ajo nuk është një gjë e thatë. Ajo përfaqëson interesin e qytetarëve. Secili prej nesh këtu që bën një pyetje pasqyron një shqetësim të qytetarëve. Prandaj qytetarët kanë të drejtë të kuptojnë shqetësimin dhe pyetjen që buron prej tij. Nëse na mohoni këtë të drejtë, ju fyeni qytetarët, por fyeni edhe titullarët e institucioneve dhe fikni parlamentin. Ju po i trajtoni titullarët e institucioneve të drejtësisë si zëllënës të deputetëve, që në fakt nuk janë. Me çfarë të drejtë ju i kërkoni atyre të bëjnë prezantimin e pyetjes së deputetëve dhe prezantimin e përgjigjes. Përndryshe i bie që titullarët të na përgjigjen me shkrim, na përgjigjen me post, nga dikush nga sekretaria kuvendit të lexojë në vendin e tyre, ose t'i lexojmë ne deputetët. Pra, ky është arsyetimi nga e kundërta. Nëse seanca bëhet që dëshironi ju, në kundërshtim me rregulloren, ajo është asgjësimi i traditës 35 vjeçare të respektuar nga ne dhe ju, kushdo që ka administruar kuvendin, nga Pjetër Arbnori të Sërvetllumi, nga Jozefina Topalli të Ilir Meta, nga Gramoz Ruçi, Lindita Nikolla apo Elisa Spiropali. Pse ju duhet të sillni ndryshe me opozitën? Ku e gjeni kurajen me çtë drejt zoti Peleshi? Unë e kuptoj që të gjithë ju jeni në efektin e ngjarjeve që veti keni gatuar, por Parlamenti i Shqipërisë nuk është pronë e Partisë Socialiste, nuk është spitali që fashon plagët e korrupsionit. Përndryshe mos harxhoni drita, ujë dhe roje, mblill një herë në 6 muaj si Haxhilleshi, se jeni fare pranë tij. Ju ngrini vetëm kartonat dhe kështu kursejmë shpenzimet e kota në një kuvend që ju qartësisht nuk doni që ai të funksionojë. E në fund me lejoni t'ju kujtoj se në fillim ju zgjohet si kryetar kuvendi, por më një herë ju shndërruan në lajmetar, siç thuhet në gjuhën e bukur turke në haberçi. Ju lutem sadopak përpiquni të riktheheni kryetari i kuvendit. Kjo pjesë këtu ju don përsëri ju si haberçi. Përndryshe ju sjellni vëmendje se për të ndërtuar një portret të ndershëm dhe korrekt në detyrën, njeriu mund të mundohet gjithë jetën. Për të turpëruar mjafton vetëm një moment. Me keqardhje, nëse vazhdoni me kokëforsi dhe me shkeljet e rregulla bazë të parlamentarizmit, ky moment mund të jetë dhe sot. Edhe një herë qetësisht reflektoni zoti kryetar, sepse jeni më shumë se sa gabim. Faleminderit. Faleminderit zoti nën kryetari i kuvendit. Fjala nuk ishte procedurë, por unë nuk mund ta ndërprisja se jeni nën kryetari i kuvendit. Po ju lutem mbajeni parasysh që sa herë ta merrni fjalën procedurë ti qëndroni procedurës. Fjalën e ka zoti Klevis Balliu, më pas zonja Tabaku dhe më pas ministri Gogu ka kërkuar fjalën. Zoti kryetar, shoh që keni marrë përsipër të studioni shumë vetëm për gjetur një formë që ne mos bëjmë pyetje. Tani besoj ne gjithë këtu mund ta lexojmë mirë këtë në 103, edhe pikën 7. E vërtetë është që nuk sanksionohet, sa duhet ta themi vetë pyetjen apo duhet të na lexojmë pyetjen tonë. Por në çdo rast, jo në Shqipëri, po në gjithë botën, aty ku ligji nuk e përcakton, vlen precedenti. Precedenti i këtij parlamenti është që lexohet pyetja. Tani, nëse e keni bërë këto 3 vite dhe nuk doni që ne ta lexojmë pyetjen, për hallet që kanë ata që keni me dosje këtu, dhe duke ju referuar dhe asaj që ju tha vetë kryetari i grupit, që ikin se vjen prokuroria, ku i keni këta të dy? Edhe shoqe Ballukun, edhe shokun Rama. Se kanë ardhur këto institucione, me të cilët këta të dy kanë shumë punë. Dhe unë do t'ju sugjeroja, edhe në respekt të këtyre institucioneve, po edhe për veten tuaj, që të lejoni ne të bëjmë pyetje. Kam dhe një gjë tjetër. Pyetja ime lidhet edhe me një video që unë duhet t'i demonstroj kryetarëve të këtyre institucioneve. Si do t'ja bëjmë neve këtë? Si t'ja demonstroj unë me shkrim videon, kur ai duhet ta shikoj se për çfarë lidhjet pyetja. Pastaj ç'është kjo që interpretimin e pyetjeve ta bëjmë mbasi kanë dhënë përgjigje
institucionet për pyetjet që kemi bërë ne. Ku ndodh kjo? Ne mund të bëjmë interpretimin e përgjigjes pas përgjigjes, po jo të pyetjes, ndërkohë që ata janë larguar. Tani e vërteta është që ju këtu keni vetëm një hall. Nuk i doni pyetjet, nuk e doni debatin dhe kërkoni të krijoni një artific që ta mbyllni parlamentin dhe t'ja mbathni. Siç ja ka mbath zonja Balluku, shoqe Balluku. Siç ja mbathi ajo, kërkoni dhe ju t'ja mbathim nga kjo seancë. Nëse donin respekt i parlamenti dhe të institucioneve, që ju i doni shumë, na lejoni ne të bëjmë pyetjet tona, ju bëni pyetjet e juaja nëse keni, dhe ata le të përgjigjen. Në komisionin e ligjeve kemi bërë pyetje dhe nuk kemi marrë përgjigje. Jo më t'ja u shkruajmë pyetjet. Janë mbi 80 pyetje, e do t'i lexokan gjitha vetë. Na lexojmë pyetjet, na lexojmë përgjigjet, t'i bëjnë dhe vetë diskutimet, mbyllni dhe parlamentin, po tjetat punë ta bënin live në Facebook ata, s'kishin nevojë të vinin këtu, për çfarë do vinin këtu? Ja çonin pyetjet atje dhe rrinin atje e bënin. Është nonsens. Në respekt të këtij institucioni, të kthejmë seriozitetin e një shteti parlamentar. Se po bëhemi qesharak në sy të gjithë botës. Hajde të studiojmë, keni studiu gjithë natën, që si ne mos t'i lejojmë këta të bëjmë pyetje. Çfarë ju gjen nga pyetjet tona? Faleminderit. Faleminderit. Zonja Tabaku, zoti Gogu, zoti Klosi. Zoti Peleshi, ky më duket një konflikt artificial i krijuar kot, ndërkohë që mund ta kishim shfrytzuar kohën për t'i bërë pyetje përfaqësuesve të institucioneve. Unë jam këtu në parlament që nga viti 2013 dhe kam çdo vit bërë pyetje për institucionet. Po është e vërtetë institucionet e reja drejtësisë janë krijuar mbas 2021-2022 dhe ne vendosëm një precedent shumë të rëndësishëm për të bërë një debat në këtë sallë dhe për të diskutuar me to. Jo të gjithë deputetët e këtij parlamenti janë pjesë e Komisionit Ligjeve. Unë drejtoj Komisionin e Drejtave të Njeriut dhe të Medias. Kam pyetje për prokurorin e përgjithshëm për hartën e re. Kam pyetje për kryetarin e Këshillit Lart gjyqësor për hartën e re. Nuk jam në Komisionin e Ligjeve, do t'i bëj këtu në seancë. Ma lejon rregulloria. Parlamenti nuk është kuti postare. Këtu nuk është kuti postare që hajde bëj një pyetje dhe merre përgjigjen po me shkrim. Parlamenti është sallë debati. Manualin që ju citoni, të miratuar me votat e atyre, të cilët ndryshuat edhe kodin elektoral, që morët zgjedhjet e 2021-shit, mos na e citon fare këtu në sallën e parlamentit. Ai manual nuk duhet të ishte akoma në fuqi në momentin kur ai nuk është votuar nga opozita. Pjesë zoti Peleshi po i hiqni opozitës gjithmonë më shumë nga një hapësirë. Është bërë 2 muaj që ka filluar parlamenti, s'kam dalë dot akoma në atë foltore. Akoma nuk ka folur asnjë deputet i opozitës në foltore. Lejoni që të vazhdoj debati, lejoni që drejtuesit e institucioneve që nuk ka nevojë fare për mbrojtjen tonë, fare, ja dalin zot vet atje. E bëm 2023-shin diskutimin, e bëm 2024-ën, ti përgjigjen pyetjeve. Drejtësia është e pavarur deri kur ju prek juve, se po ju preku ju atëherë nuk është e pavarur. Në këtë parlament ne kemi diskutuar heqje mandatesh ministrash, do diskutojmë heqje mandatesh tjerë ministrash me shpresë Zotit, po nuk i mbrojtët deri në ditë fundit sa më shpejt, po është e patolerueshme që deputetëve të opozitës çdo ditë t'i hiqet një përgjegjësi. Hoqet komisionet hetimore, hiqni kohën e debatit, votoni rezolutat pa pasur diskutim, nuk lejoni mocionin me debat, nuk lejoni interpelancat, nuk lejoni absolutisht asgjë. Për çfarë do bëjmë këtu në parlament? Për çfarë kemi marrë votat për të ardhur këtu në parlament? Për të na lexuar sekretaria pyetjet tona? Kjo nuk është çështje teknike, kjo është çështje politike. Kjo është edhe çështje e hapësirës opozitës. Kështu që unë besoj që do e gjeni edhe në memorien tuaj diskutimet e viteve të kaluara për të parë që drejtuesve të institucionet pavarura si ka ndodhur asgjë. Bile s'ka bërë akoma dhe më mirë debati në këtë sallë parlamenti. Zoti Peleshi po ju thras si kryetari i parlamentit. Mos e ktheni në bunker parlamentin e Shqipërisë. Na lejoni kohën tonë si opozit të flasim, s'ka vdekur njëri nga fjala, nuk është vrarë njëri nga fjala. Lejoni drejtuesit e institucioneve që t'i përgjigjen pyetjeve të opozitës, të qytetarëve dhe të ketë një debat publik për ato që ka ndodhur gjatë vitit shkuar, po akoma më rëndësishme për ato që ndodhin këtë vit. Faleminderit. Faleminderit zonja Tabaku. Nga 24 orë që ka dita, kemi hequr vetëm 7.5 orë në dispozicion të deputetëve. Gjithë pjesa tjetër është koha e debatit për sot. Dhe për saktësim, manuali edhe nëse do ishte miratuar me vota, me shumicë votash, do ishte në fuqi dhe është për të zbatuar, po e vërteta është që është
miratuar në konsensus dhe me informacionin që kam këtu duke kërkuar manualin, edhe ju keni votuar për atë manual. Zoti Gogu. I nderuar Zoti Kryetar, të nderuar kolegë, të nderuar qytetar që po na ndiqni. Rregulloria e Kuvendit të Shqipërisë është më e qartë se sa mjegulla që po përpiqet të ngrej opozita në një kauzë i cila nuk ekziston. Raporton 20 minuta drejtuesi institucionit të pavarur. Lexohet projekt rezoluta që është debatuar në komisione dhe fillojnë pyetjet përgjigjet e deputetëve. Si mund të pretendosh që një pyetje me shkrim nuk që nga e drejtë për të folur? Mbani mend vetëm letrat që janë shkruar nga burgjet se si kanë ngritur njerëz, forcën e letrës së shkruar. E di çfarë bën një pyetje shkruar? E di çfarë bën një pyetje shkruar? I heq zhurmën Big Brotherit, i heq zhurmën teatrit politik. Këtë bën një pyetje shkruar. Një pyetje shkruar bën gjithashtu dhe një ndarje të kohës në mënyrë të barabartë. Sepse kur e merr titullari i institucionit i cili është përgjegjës për t'ju përgjigjur pyetjes dhe jo stafet e tij, e lexon njësoj një pyetje të shkruar, pavarësisht se si mundet të teatrohet ajo në sallën e Kuvendit. Kështu që ti heqësh fjalën opozitës duke e lënë që sot të bëj 5 orë debat. Sot opozita ka të drejtë të flasi 5 orë, të nderuar qytetar. Opozita sot ka të drejtë të flasi 5 orë. Dhe vjen dhe bën teatr thot, nuk më keni lënë që të bëj pyetjen, ndërkohë që pyetjet po të shkruhen mirë, po të referohen mirë me referencat e dura, patjetër që mundet të vendosin krerët e institucioneve për para përgjegjësisë që ata kanë për t'i drejtuar këto institucione. Por çfarë po insinuohet sot? Gjykatës. Sot gjysma e opozitës që e ka nisur gjyqin ndaj gjykatës, që para një vit e gjysmë apo 2 vjetësh do ta bëj gjyqin këtu, do t'ja bëj gjyqin gjykatës këtu. Do t'ja ngrej akuzat prokurorit këtu. Do t'i bëj inspektimin inspektorit të drejtësisë këtu, sepse do të përpi çdo kompetencë që kjo shumicë i ka dhënë institucioneve të pavarura. Patjetër që kemi depozituar pyetje, sepse ne besojmë që nëse institucionet e pavarura kanë dosjet, kjo sallë ka politikat e mirë qeverisjes së institucioneve të tyre, kjo sallë ka mënyrën se si organizohen ato institucione, dhe prandaj ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë punë përmes ligjeve dhe përmes kontrollit parlamentar që është ajo rezolut që ne do të miratojmë së bashku. Kështu që të nderuar kolegë, lëreni këtë teatrin që doni të bëni pyetjet, sepse të bërit e pyetjes me gojë e vën në vështirësi dhe i bën presion prokurorit, se ngjason njësoj me atë studentin i cili thot nuk jam gati të hyj në provim me shkrim, thot, po unë dua të flas vetëm me gojë sepse do të tregoj historinë e krimbit të korrupsionit. Faleminderit. Zoti Klosi ja kam fjalën. E mbështes kolegen Topalli që si ajo të gjithë ne, 140 deputet, përgatiten për të folur në këto foltore. Por ti duhet thuash të vërtetën. Duhet thuash urdhrin që ju dhanë në mbledhjen e grupit para një ditë, kur u tha që ne jemi opozitë, tha Sali Berisha, dhe ne s'na intereson rrjedha normale e parlamentit, por duhet ta prishim atë. Dhe ja ku jeni prapë sot. Në këtë seancë të zbrastis, në seancën e zbrastis, kur mendoni se duke i dalë për balë dhe duke ngatruar me laf, drejtues të institucioneve, do keni mundësi
që të bëni atë që se bëni do të me logjik. Në asë një seancë ku ne kemi qënë gjithë bashku në për Parlamentet Europiane, nuk bëhet debati me lafe. Debatet me lafe bëhen ndërmjet nesh. Pyetjet nuk mund të bëhen dhe të ambash në këmbë drejtues në institucionin në asë një institucion Europian, sepse përgatitja e materialeve duhet tjetë e qartë. Stafe duhet përgatisin për gjithë. Nuk është një njeri që i ditë gjitha dhe mund të përgjigjet në çdo fjalë dhe pastaj bëni debat mbas debati si e the këtë lapsja dhe jo. Logjika është e thjeshtë. Përgatisni pyetjet, punoni, përgatisni pyetjet, paraqitni pyetjet, bëni diskutim për pyetjet e bëra. Kjo është e kotë. Ju po të zbatoni ato që keni në plan dhe strategji të bëni. Të prishni seancën për të thënë që nuk keni mundësi të bëni detyrat tuaja. Tani për sa i përket raporti me drejtsinë e re, ne ndarjen e kemi shumë të thellë. Ndarjen me institucionet ne e kemi shumë të thellë. Ne si parti e majt me që e bënë këtë debatin, i besojmë institucioneve. Ju vazhdoni i besoni individit. Ne mendojmë që institucionet e ndërtojnë shtetin. Ju besoni se drejtësia juaj mund të bëj e individit dhe leadershipi i individit mund të ngrej këtë shtet. Dhe përsa i përket përsëri raporteve me institucionet e drejtësisë, kemi qënë këtë salë, apo jo Josefin, apo jo disa deputet tjerë, kur në 2007-ën, prokurori përgjithshëm i asaj kohe erdhi te kjo foltore dhe deklaroi që në rrugën e Kombit janë vjedhur $200 milion me tender korruptiv, atë ditë u shkarkua. Kemi qënë në këtë parlament, në këtë foltore, kur prokuroria e përgjithshme Ina Rama kërkoi tetonte vrasit e 21 janarit, ai njeri i doli dhe i tha, jo, tha, këtu jam mundta dhe këto drejtësi e bëjun. Kjo është diferenca madhe ndërmjet grupeve tona. Prandaj ne jemi për institucionin, prandaj jemi për ligjin, prandaj jemi që në këtë Shqipëri të sundoj ligji dhe vetëm ligji. Faleminderit, replik zoti Berisha. Të dashur qytetarë dhe qytetare, nuk mund të përgjigjemi një njeriu që ja vodhi Bixhozi Rinin. Por çështja është jashtëzakonisht serioze. Në Katar, me dosje palë në palë dhe gjumash mbi krimin, mbi dosjet e krimit, kanë bërë një kompromis që të fshehin ju, të fshihen para jush, duke na hequr të drejtën të bëjmë pyetje direkt, si burri burrit, si qytetari qytetarit, si përfaqësuesi juaj në këtë parlament. Këta këtu janë të gjithë në konflikt interesi. Dil këtu, dil betou në kushtetut, se nuk ke dosje në skap. Dil betou, cili për jush? Pse i ku vengu? Ku i ku vengu? Jam thoni pa ku shkoja? Pse jam bathi? Sepse ju jeni me dosje mos zotëri jam të apo jo, dhe ju zba... Edhe ti nuk jenë vengu. Jo, Belina po ikën. Edhe të shojsh pasaj se do të marrë me vete se ministri Belin së të thonë të gjithë ty. Po ato e në punë tuja se në tonat, s'kemi punë me atë edhe. Ne kemi punë të bëjmë transparencë, të themi qytetarëve sepse korrupsioni rritet, sepse parat e tyre. Mos fol tani më apa tani, mos fol. Sepse atë nuk e kam falur sepse thonë ministri Belindës, nuk të thamë unë ty, të kam thënë këta të thonë, jo unë. Mos bjetë nërmen, as për ty, as për Belindën. Kjo është e vërteta. Pra, problemi ju është ky, sepse ju keni rënë një kompromis për të vendosur errësirën. Ne kërkojmë bëjmë pyetjet, të na gjykojnë shqiptarët për pyetjet që bëjmë. Është e vërtet që ka një manual i cili në asnjë fjalë nuk thotë se nuk bëhen me gojë pyetjet. Jo, është e drejtë dorëzimi me shkrim. Jam plotësisht dakord, sepse
ai që pyetet duhet ketë kohën për të përgatitur. Por kjo nuk përjashton në absolute autorin e pyetjes të lexoj pyetjen integralisht siç e ka bërë dhe me qëllimin që e ka bërë. Mbaroj kohë, zoti Berisha. Jo, unë mbaroj, po s'mbaroni ju se e nxorja ka në shtresën, e në gjutë ju burgun apo jo. Është freudiane. Ish përthyen, bën një eksplozion të subkonsciencës tuaj, e quajt i burg. Jo me kot, s'është rasti. Mbaroj koha, zoti Berisha. Zoti Erion Malaj ka kërkuar fjalën procedurë. Do ta balancojmë. Jo. Faleminderit zoti kryetar. Atëre kemi rreth 1 orë që kemi nisur punimet e kësaj seance dhe nuk kemi akoma askund. Vazhdojmë të flasim për procedurë, është një teknik tashmë në gjykimin tim që nuk i shërben askujt, s'është në nderin e këtij kuvendi. Ka rreth 12 apo 14 diskutant pas meje për të folur për procedurë. Këtu kanë ardhur drejtuesit më të lartë institucioneve të drejtësisë dhe nuk po respektohen as pak. Nëse kanë pyetje, i kanë depozituar. Kolegja ime më parë tha, nuk kam mundur t'i bëj pyetje, ndaj duhet që t'ja bëj sot. I kanë depozituar pyetjet, mund t'i bëjnë. Njëkohësisht edhe në komisionet tjera ku nuk është antare, ka qenë prezente, ka ardhur, ka bërë pyetje, siç kanë bërë unë komisionet tjera, e kemi mundësinë t'i drejtojmë pyetje institucioneve në raportim. Fizikisht po aty ku keni dashur, keni ardhur dhe ju, kam shkuar dhe unë. Prandaj, ju lutem, zoti kryetar, ky është një precedent që nuk duhet vazhdoj të jetë i rrezikshëm për kuvendin dhe për punimet e kuvendit të Shqipërisë. Nëse kemi respekt për këto institucione dhe për drejtuesit më të lartë institucioneve të drejtësisë, ju lutem të ecim përpara, të vazhdojmë me procedurën sipas rendit ditës. Kjo gjë nuk ka më kuptim dhe nuk po na jepet mundësia e fjalës ashtu siç nuk i është dhënë edhe kolegëve të opozitës, në momentin e duhur të gjithë të bëjmë pyetjet që kemi për t'i bërë titullarëve të institucioneve. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka kërkuar zonja Jozefina Topalli, më pas zonja Klodena Spaiu. Jeni, por të bëjmë edhe balancën edhe gjinore. Zoti kryetar, detyra kryetarit të kuvendit nuk është e thjeshtë. Jo sot. Shumë herë ke për të gjetë përballë situatave të vështira, nëse ju nuk vendosni që do i qëndroni vetëm rregullores. Mua më bën shumë përshtypje që ju flisni për manual dhe ju duket se manuali qëndron mi rregullore. Është një lloj si të thosh ligji qëndron mi kushtetutën, apo kodet qëndrojnë mi kushtetutën, apo ligjet qëndrojnë mi kodet. Është pa imagjinueshme që mund ta thoni një gjë të tillë. Ka një historik parlamentarizmi. Dhe nuk ka ndodhur kur që kur deputeti i opozicës apo majorancë ka dashur që të bëjnë pyetje, atij t'i mohohet e drejta e pyetjes. Dhe kjo është një drejtë e tyre fituar me kushtetutë, me rregullore dhe me gjithë historikun që ne kemi brenda këtij parlament me plus dhe minuse që ka. Ndaj dhe urdhri politik që ju keni marrë, është për të mbyllur gojen opozicës. Kjo është një gjë shumë e rëndë. Ju thatë edhe një frazë. Këtë e bëjmë, pasi hoqëdort nga rregulloria dhe manuali, ju thatë që ne këtë e bëjmë për të mbrojtur shtetin. Po t'ishte Hannah Arendt, është një ndër filozofet më të veçanta të historisë të njerëzimit, ajo do të thotë se pikërisht autoritarizmi fillon në këtë pikë, kur pushteti flet për shtetin dhe shteti hesht nga friga. Tash do them një gjë nga eksperjenca ime. Nuk ka ndodhur kur që kur organet të bazuara nga ligj apo nga kushtetutë kanë ardhur për të raportuar këtu dhe deputet kanë dashur për të bërë pyetje, kur nuk jashtë mohu e drejta e pyetjes. Dhe e fundit, njeriu vendos që edhe të ikë nga një karrik. Nëse ligji që detyron për të zbatuar bie në kundërshtim me vendimin politik të majorancës. Unë, zoti kryetar, kam votuar kundër prokurorëve të përgjithshëm të propozuar nga majoranca kur ishte kryetar e parlamentit. Doktor Sali Berisha, dhe të thonë se gënjej. Janë vendime të vështira, por janë vendime që njeriu i merr në bazë të ndërgjegjes. Ke vetëm një zgjidhje, rregulloren. Sa herë të rrshasësh nga rregulloria, këtu do ketë kaos. Zonja Spaiu.
Kam një thirrje, ju lutem të rikthehemi në rendin e ditës. Nuk dua fare të rikujtoj se çka dëgjuar dhe çka parë kjo sallë, të paktën në 2009 deri në 2013, por dua të them vetëm diçka. Nga 140 deputet që ka Parlamenti Shqiptar, nuk duhet guxoj askush që të ushtroj presion mbi një prej sistemeve për cilin ka sakrifikuar çdo shqiptar. Ky është sistemi i drejtësisë dhe këto organe që kanë ardhur sot këtu para nesh nuk kanë ardhur që ju të bëni prokurorin, por kanë ardhur për të deklaruar para gjithë shqiptarëve punën që kanë bërë gjatë vitit. Dhe mos harroni vetëm një gjë, të nderuar koleg, që keni kundër 95% të shqiptarëve nëse i bini kundër sistemit të drejtësisë. Edhe një herë, zoti kryetar, me shumë dashamirësi do doja që të rikthehemi në rendin e ditës, sepse nuk kuptoj një gjë. Një muaj e gjysmë që dëgjojmë që nuk flasim dot dhe i bie tamam që kanë gjellën përpara dhe s'duan të hanë, edhe pse janë të uritur. Ja ku e keni gjellën, keni të drejtën për të folur, keni të drejtën për të diskutuar, por jo të drejtën për të intimiduar institucionet e drejtësisë. Zoti Baçi, Luan Baçi dhe zoti Arjan Ndoi. Faleminderit zoti kryetar, më në fund respektojeni radhën dhe sipas pulsantit që keni aty në fakse dhe ne e zbulojmë kur radha kalohet. Gjithsesi, unë jam mësuar me këtë se e kam pasur historikisht. Nuk duhet të zgjatem shumë, por unë do të thoja që kjo seancë në fakt ka dalë nga shinat e rregullores dhe kjo përgjegjësim bie mbi juve, zoti kryetari i kuvendit. E para dhe e di pse, dhe a e dini pse, zoti Peleshi. Në fakt, kjo seancë po shqyrtoi dhe votoi 2 projekt vendime, i ktheu në vendime, Komisionin Zgjedhor dhe Komisionin Territorial, kemi institucionet e pavarura që duhet të raportojnë, por me thënë të drejtën ne duhet të themi që kjo seancë sot nuk duhet të ishte fare në rend ditës për këtë gjë. Në rendin e ditës sot duhet të ishte ajo çfarë përcakton rregulloria. Kemi qenë në javën e gjelbër, një javë, dhe sot ne do të diskutonim për problemet për zgjedhësit. Problemet për zgjedhësit, zoti Balla, të lutem shumë, mos u tall me zgjedhësit. Mos u tall me zgjedhësit. Mos u tall, mos i ofendoni ata se është dita e tyre sot dhe ju i ofendoni se vetë thatë që kemi 12 orë debat dhe pas 12 orësh, ora po vete 12 tani në orë 24 i bie të dëgjojnë zgjedhësit atë çfarë ne kemi parë gjatë javës. Pra, që këtu fillon mungesa e seriozitetit, shkelja e rregullores nga ana juaj, bërja formal e seancave dhe doni të ktheni në formalitet edhe raportimin e institucioneve të pavarura. Dhe më bën përshtypje një gjë, po si ka mundësi mor kolegë të mazhorancës? Çfarë ju duken juve ata atje të paaft për të përgjigjur që ju i mirni në mbrojtje që mos të përgjigjen me gojë atje dhe pyetjet mos të dërgohen me gojë? Por pse është bërë kjo ndarje sikur institucionet janë të Partisë Socialiste të mazhorancës dhe opozita që ka kundërshtare? Jo zotrin, jo. Institucionet u them janë pavarura, janë të shtetit shqiptar, nuk janë tuaja. Juve shfaq një servilizëm përpara tyre ose frikë, një nga këto të dyja, zgjidhni dhe mirni. Dhe më vjen keq ajo zonja parafol se aty ato gjellët që servirni ju nuk mund t'i ham ne, mund t'i hani vetë se jeni mësuar me gjellë të tilla. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Ndoi ndjes sipas radhës së zoti Boçi. Më pas zoti Ndoi dhe më pas zonja Kiduina Zaka. Faleminderit zoti kryetar. Këtu me pompozitet nga kryetari i grupit parlamentar na u listua kushtetuta, rregulloria dhe ai manuali që ju e lexuat si manualin e pushkës model 56, sepse kërkoni të pushkatoni me manual fjalën dhe qëndrimin e opozitës. Po mirë se e tha zonja Topalli, si që ka manuali barabart me kushtetutën dhe rregulloren.
Unë jam deputet i Kuvendit të Shqipërisë, lexoj rregulloren dhe rregulloria në mënyrë taksative në nenin 103 më jep të drejtën të bëj seancë pyetjesh ndaj përfaqësuesve të institucioneve të pavarura dhe nuk e përcakton fare që pyetja duhet jetë me shkrim apo duhet jetë me gojë. Dhe manuali jot i pushkës model 56 nuk e përcakton njëkohësisht. Dhe ndërkohë që është krejt i pavlerë, sepse është miratuar në korrik 2021-shit, ku asnjë deputet i Partisë Demokratike nuk ka qenë në atë sallë dhe në atë vendim. Se ju a tha zonja Tabaku, keni marrë dhe vendime tjera ju, duke hequr dhe koalicionet, po histori tjetër, le talem atë historinë atje ku është. Pra, qartazi, ju të regoni që keni frikë. Unë dua ta falenderoj zotin Gogu, sepse atë dëshirën e madhe për thënë fjalë bukura tregoj sinqeritetin e tij. Ju doni që ne t'ju asjellim gjitha pyetjet me shkrim. Ju doni që këtë pjesë ta vendosni me hekura dhe ne të bëjmë komunikim me letra me ju. Po, ju a thanë dhe tjerët, po unë kam një propozim tjetër, se do bëj 2 propozime, po e kthe me korespondencë më në parlamentin, për që duam ne, unë se kuptoj. Me shkrim pyetjet, po dhe me shkrim përgjigjet, e bëj me korespondencë. Dhe tek e fundit, zoti Peleshi, që kur je ulur në atë karrige, ti e drejton parlamentin si pas urdhrave politik që të vinë nga kryetari i grupit Partisë Socialiste. E heqim kushtetutën, e heqim dhe rregulloren, e heqim dhe manualin, me gjithë është juaj, e zëvendësojmë me statutin e Partisë Socialiste, më që duam këtone. Ti as nuk e lexon, as nuk e zbaton këtë. Edhe këtë as nuk e lexon dhe as nuk e zbaton. Zoti Peleshi, që kur ka ardhur, e ke bërë këtë gjë. Edhe në raporte, edhe më të ngushta, por të themi gjë, nuk është ky parlament për të ndarë epokat, nuk je aty për të folur për epokën para Peleshit dhe kjo është epoka pas Peleshit. Ndryshosh ti traditën parlamentare, ndryshosh ti pozicionin dhe rolin e deputetit si llogari kërkues, nuk e bëj për veten time unë, zoti Gogu, e bëj për publikun. Dhe e bëjmë vetëm për publikun, në interesin e publikut. Pse i viktimizoni ata njerëz? Ata janë drejtues me autoritetin e tyre dhe unë jam me autoritetin e votës për të biseduar, bashkë biseduar, kërkuar llogari për shqetësimet që ka publiku, nuk janë personale. Shqetësimet personale i keni ju. Ju jeni konflikt interesi, sepse keni dosjet kapic atje dhe prandaj doni që të hesht opozita. Faleminderit. Zoti Boçi, meqense mu drejtuat personalisht, edhe natyrisht nuk është etike të shtrembrojnë fjalët e njëri tjetrit. E para, unë fola për të drejtën e kushtetutës, e cila një jo vetëm të drejtat e deputetëve, që padyshim janë përfaqësues të popullit edhe të sovranit, por një edhe të drejtat e qytetarit të thjeshtë dhe të institucioneve shtetërore, për të respektuar dhe jo në përkëmbur. Këtë e thash, pavarësisht se si dikush e keq interpretoi. Më pas shkova te rregulloria, siç tha zoti Balliu edhe shumë të tjerë nga ju, e citoj shumë korrekt, rregulloria nuk thot se si bëhen pyetjet. Thot thjesht vijohet me përgjigjet e pyetjeve. Më pas shkova te manuali dhe nuk thash në asnjë moment që manuali është mbi rregullore, por është shpjegimi i rregullores, një manual i miratuar me konsensus, vetëm 3 vite më parë, dhe unë atë po zbatoj. Më pas shkova edhe te tradita parlamentare. Në fillim flisnin për 35 vite tradit, tani përfundoj në 2 vite tradit, jo të mirë. E tha kryetari i grupit parlamentar, e them dhe unë, që nuk ka qenë një tradit e mirë, se quhet as tradit me 2 vite. Do ta them tani, meqense nuk keni durim. Po e them tani, nëse duam të qëndrojmë rregullores, atëherë rregulloria thot, në 116, kur ngrihen pretendime gjatë zhvillimit të seancës plenare, lidhur me interpretimin dhe zbatimin e kësaj rregullore, është kompetencë e drejtuesit të seancës për të vendosur për pretendimin e ngritur, vendim i cili nuk është objekt diskutimi. Nëse i shkojmë rregullores, i bie që tani të fillojmë me rendin e ditës. Ndërkohë keni regjistruar një listë të gjatë fjalë procedurë dhe gjithë po e merrni fjalën procedurë dhe vazhdoni të thoni nuk po flasim, por mohohet e drejta e fjalës. Zoti Gogu si ministër ka kërkuar fjalën pas zotit Ndoj, Arjan Ndoj. 30 pyetje do ishin artuar deri tani.
30 pyetje do ishin hartuar dhe do ishin dorëzuar deri tani. Dhe në fakt e dini pse e përmenda dhe gjë se mufanit i përshpirtshmi dhe i respektuari kolegu ynë Pjetër Arbnori, i cili kontraston kaq shumë me të gjithë juve kur bënte pyetje për prokurorin. S'mund t'i bënte dot në sallë, por i bënte me shkrim dhe pyetjet i ka regjistruar dhe na vinë dhe neve sot dhe fëmijët e mi mund të lexojnë pyetjet e tij. Por juve sot nuk doni t'i përgjigjeni një pyetje që ka publiku shqiptar. Dhe ndaj shumë fishoni veten në pretendime për pyetje. Dhe pyetja që ka publiku shqiptar është: a është e varur apo e pavarur drejtësia shqiptare sipas opozitës shqiptare? Se për shumicën është shumë e qartë. A janë kalorës të ligjit apo janë ushtar të krimit, drejtuesit e institucioneve të pavarur? Kjo është pyetja për opozitën shqiptare, kjo është pyetja që juve ju mbyll gojen dhe ju shumë fishon në mira pretendime për pyetje që nuk arrini dot t'i bëni. Faleminderit zoti kryetar. Faleminderit zoti Arjan Doja. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar koleg, të nderuar drejtues të institucioneve që jeni ftuar sot për të raportuar në kuvend. Do të them 3 pika nga pikpamja juridike edhe nga pikpamja personale një të fundit për drejtuesit e institucioneve. Ne një Republikës Shqipërisë thotë që Shqipëria është republikë parlamentare, një hierarki në akteve ligjore, kushtetuta është e para. Meqense kushtetuta përcakton parlamentit si organin më të lartë ligjvënës, një hierarki në akteve është kuvendi i cili ka prerogativat më të mëdha për të ushtruar në mënyrë saktë në përputhje me ligjin e kushtetutën të drejtat e tij. Në nenin 73 kushtetutës thuhet që deputeti nuk man përgjegjësi për mendimet e shprehura, përveç se kur kjo të i kalon në nivelin një vepre penale të shpifjes. Atëherë, edhe aksioma biblike thotë që e para është fjala, ne këtu jemi për të folë. Unë nuk mendoj që e shkelim në asnjë moment kushtetutën dhe rregulloren që ne të bëjmë pyetje me gojë. Ato depozitohen për efekt formal procedure, regjistrimi, diskutuesish dhe pyetësish në sekretari, por ndërkohë pyetja bëhet me gojë. Së dyti, por rregulloria e kuvendit në nenin 62 deri 65 fraksion 2 parashikon të gjitha llojet e vërejtjeve që jepen ndaj një deputeti dhe këto nuk jepen për pyetjet me shkrim, po për sjelljet dhe qëndrimet që mban dhe ato që thot me gojë këtu në seancë, pra veprimin e tij administrativ, le ta themi, në jetën parlamentare që normon rregulloria. Së treti, në gjithë komisionet hetimore ku drejtuesit e institucioneve kanë marrë pjesë, ne pyetjet i kemi bë me gojë dhe s'kemi pas asnjë lloj problemi. E katërta, komisionet parashikojnë të njëjtën mënyrë funksionimi të veprimtarisë parlamentare ashtu si dhe seanca plenare. Atëherë i bie që ne pas kemi shkel ligjin që i kemi pyetur në komisione me gojë. Së pesti, retorika dhe ideja që ne këtu duam të vendosim dikë përpara përgjegjësisë personale ose të denigrojmë figurën e tij, për mendimin tim është paragjykim totalisht edhe si shkon askujt që ta bëj. Në komisione gjithë pyetjet që kanë bë kanë qenë pyetje të cilat kanë marrë përgjigje dhe kemi marrë produktin që ne edhe si opozitë edhe në aspektin politik kemi pritë që të marrim. Nga ana tjetër, për procedurë prapë sot se jeni kryetari i kuvendit është vendim që u takon ju personalisht. Janë lënë veprimtari komisione shtetërore sot, që është në kundërshtim me nenin 40 të rregullores. Pra sot është dita e seancës plenare. Nëse do ikin shumica e anëtarëve të komisioneve, në për ato komisione janë 7 komisione që kanë programuar sot, i bie që nuk është quorumi dhe nuk duhet zhvillojë. Dhe është në kundërshtim të hapur me rregulloren. Së treti, keni bërë një ndryshim të rregullores kuvendit në 19 për krimin e komisioneve të përhershme parlamentare. Nuk është gjetë përputhja në praktik me numrin e këshilltarëve ligjor që i takojnë grupeve parlamentare. Së paku për çdo komision duhet të ketë nga një grup parlamentar, duhet të ketë nga një këshilltar. Ngelen akoma 7 këshilltarë, ndërkohë që janë bërë 11 komisione. Së fundi, po jo politikisht. Kjo kam besim absolut për titullarët e institucioneve që ato janë përballë pa anestezi, pa mjete të tjera që ndalojnë dhimbjet,
edhe kanë komunikuar akuzat rënda, po edhe vendime shumë të rëndësishme deri në burgim të përjetshëm, edhe nuk e kanë fare problem, bile po ju marrim kohë nga zhvillimi i seancës, edhe duhet të vazhdojë normalisht kjo seancë nëpërmjet pyetjeve. Pra nuk besoj që asnjëri, më falni që flas në emër tyre, po nga që i kam pas kolegë edhe i njoh dhe personalisht, nuk besoj se intimidohen nga pyetjet e askujt. Kështu që faleminderit, mendoj që të vazhdoj seanca, normalisht ne këtu kemi drejtën e fjalës, jo drejtën e të shkruarit. Po të ishte për shkruar, do të bëjmë analizë teksti. Nga 62-65 gjitha vrejtjet që ka drejt me na bë kryetari i kuvendit, i drejtohen personalisht sjelljes tonë, fjalës tonë. Faleminderit. Faleminderit, zonja Zaka. Kiduina Zaka. I nderuar drejtues i seancës, të nderuar kolegë deputet, që prej fillimit të kësaj legjislature, opozita na është qasur me idenë e keqardhjes në fakt për ne deputetët e rinj, që nuk kemi pasur mundësi të mbajmë fjalën në foltore, po në fakt sot e nxorën kokën që pas kanë pas hallin e vet që s'kan dalë aty. Dhe fakti që ju dhe ne bashkë me ju nuk kemi pasur mundësi të dalim në ato foltore, të shprehim opinionet dhe qëndrimet tona, kërkojni brenda grupit tuaj parlamentar, se aty mes jush keni shumë zhurmues, më të madhin për cilëve ju mungon sot, keni ndonjë që i pëlqejnë ato komplimente që jep majoranca dhe fillon t'i besoj realisht ato që ju thuhen, kështu që do t'ju lutesha shumë që t'i rikthemi normalitetit të punimeve të kësaj seance, që kur kemi filluar punimet, ne deputetët më të rinj të majorancës na është dashur të bëjmë rolin e edukatorit për t'ju rikujtuar deputetëve më me eksperiencë të opozitës se për çfarë merret fjala për procedurë dhe për çfarë mund të diskutohet gjatë saj. Në qoftë se ju kolegë të opozitës dëshironi të keq përdorni kohën që ju vjen në dispozicion dhe të zhgënjeni të gjithë ata votues që ju dhanë votën, atëhere më qaf i paçi të gjithë qytetarët shqiptar që ju votë besuan, sepse majoranca dhe çdo deputet i kësaj majorance është zotuar që t'i shërbej qytetarëve shqiptar dhe t'i respektoj çdo votë që na dhanë për t'i përfaqësuar denjësisht. Kështu që ju lutem shumë, një thirrje shumë njësore. Të mos e keq përdorim kohën dhe le t'i rikthehemi zhvillimeve normale të kësaj seance. Ta fillojmë sot të zhvillojmë një seancë nga fillimi deri në fund ashtu siç duhet dhe në fakt siç na ka hije të gjithë neve si përfaqësues të gjithë qytetarëve shqiptar. Faleminderit. Zoti Erald Kapri dhe zoti Redi Muçi më pas. Faleminderit. Zoti kryetar, është e qartë që po shkojmë drejt një skenari që kemi bërë këto 9 javë, 9 seanca. Doni ta mbyllni dhe të mos lejoni të bëhen raportime siç ka ndodhur në seancat e tjera. Pra kjo është e qartë. Tani që majoranca ka siklet që kreu i prokurorisë të posaçme Dumani të vi sot këtu, kjo është e qartë. Sepse që do e pyesim zoti Dumani se ç'po ndodh me zëvendës kryeministren, kjo është e qartë. Por të paktën në qoftë se doni ta mbylleni, edhe na e kurseni tani këto zgjatje pafund. Faleminderit shumë. Zoti Kapri, lutem mos paragjykoni, janë 57 pyetje të depozituara për drejtuesin e prokurorisë së posaçme dhe 25 pyetje për drejtuesin për prokurorin e përgjithshëm. Pra, nuk është se po hiqet e drejta e pyetjeve, janë kaq pyetje, besoj në historinë e parlamentit shqiptar nuk janë drejtuar ndonjëherë një drejtues institucioni. Pra, nuk jemi në kushtet që ju prezantuat. Zoti Muçi. Faleminderit. Në qoftë se ka ndonjë qytetar që e ka ndjekur këtë seancë në orën e fundit, duhet përballur me një situatë absurde, do thoja unë, për shkak se pretendimi i majorancës për t'i mohuar mundësinë për të drejtuar pyetje opozitës është jo vetëm totalisht i pabazuar, sepse bazohet vetëm në interpretimin që i bëni ju një manuali që cituat pak më parë, por është totalisht jo logjik, nuk ka asnjë argument logjik që të thotë që deputetët nuk mund t'i drejtojnë pyetje dikujt, një institucioni, një individi që ka ardhur për të raportuar në kuvend. Më merr një rast tjetër ku dikush, një individ apo institucion vjen për të raportuar dhe vetë bën edhe pyetjen edhe i përgjigjet. Nuk ka një argument logjik për këtë fare, zero. Është thjesht interpretimi që keni zgjedhur t'i bëni ju një manuali të caktuar. Vetë etimologjia e fjalës parlament nuk kupton që këtu kemi ardhur për të folur, për t'i folur njëri tjetrit, për t'i drejtuar pyetje, edhe të parehatshme, dhe për të marrë përgjigje. Kjo që po bëni ju është jo vetëm totalisht e paprezentshme, është e palogjikshme fare.
Dhe situata do ishte komike në qoftë se s'do përbënte një precedent të rrezikshëm, mohimin e mundësisë për të drejtuar pyetjen, sepse me po të njëjtën logjik mund të shkohet që të na mohohet pyetja dhe në komisionet parlamentare të përhershme. Pra dhe aty pse u dashka të bëjmë pyetje antarë dhe komisionit, pse të mos i bëj ai që i përgjigjet, ai që ka ardhur për të raportuar, është absurde situata. Madje unë pres që të shkohet deri aty sa pyetjet të na shtroj edhe inteligjenca artificiale, të dalë diella aty të shtroj pyetjet, dhe me që është inteligjenca artificiale edhe të përgjigjet pas konsultimit me institucionet publike. Pra, është një diskutim që tenton të vëj një precedent shumë të rrezikshëm, sa i përket fjalës së lirë në Guvendin e Republikës së Shqipërisë. Është kaq e thjeshtë situata dhe gjithë retorika pompoze politike, akuzat e ndërsjellura që bëni këtu që s'kan lidhje me këtë diskutim, janë thjesht për ta shtyrë debatin dhe jo për të ardhur tek pika e raportimit. Faleminderit. Faleminderit. Tani vazhdon një listë, një listë kërkesa procedurë. Zoti Manja edhe të tjerë që kanë folur një herë fjalën procedurës mund ta japim dy herë, se përndryshe ngelim këtu. Kanë kërkuar fjalën dhe kryetarët e grupeve, zoti Balla, zoti Klliçi edhe zoti Blushi. Po ja u jap fjalën, por gjithmonë duke u kujtuar që nëse është për të njëjtën çështje, argumenti për kush i bën pyetjet kujt, nuk mund të ta marrin fjalën disa herë, por mbase ka propozime të tjera. Zoti Balla, zoti Klliçi, zoti Blushi. Fillojmë nga grupi më i vogël sipas traditës. Okej, zoti Blushi, zoti Klliçi, zoti Balla. Zoti kryetar, sot është një ditë në fakt dhe duhet të jetë një ditë shumë e rëndësishme si për llogaridhënien, ashtu edhe për transparencën. Dhe i vetmi mekanizëm në këtë seancë që garanton këto dy element është debati, janë edhe pyetjet. Unë e kuptoj që i vetmi manual që ju keni është manuali i kodit Omerta, sepse shumica për jush në fakt kanë dosje në një institucion i cili është gjymtyra më e shëmtuar e këtij regjimi represiv dhe për më tepër që unë dhe besoj shumica e kolegëve të kushtetutës, palemët rregullore. Nuk duhet të kemi dhe nuk kemi asnjë iluzion. Sidomos pas raportit të OSBE-ut Dirit për të folur për institucione të pavarura në një regjim ku shteti dhe partia janë shkrirë në një. Ndaj, ju ftoj të lejoni debatin, të lejoni pyetjet dhe të mos kini frikë nga transparenca. Unë e kuptoj që ju kini frikë nga krimet tuaja, sepse të gjithë prej jush këtu janë me dosje në një institucion i cili këto dosje o i përdor për shantazh, o i përdor si mjet për të garantuar këtë pushtet kriminal, siç e faktoi edhe raporti i fundit i OSBE-ut Dirit. Ndaj lejoni që kjo seancë sot të garantojë transparencën dhe llogaridhënien për këto institucione të cilat me vetdije dhe me qëllim ja bërë palë e një regjimi represiv në radhë të parë ndaj qytetarëve dhe sidomos ndaj opozitës. Me dy liderët e opozitës, të cilët në mënyrë të veçantë janë trajtuar nga këto institucione gjëra të pavarura si armiq. Dhe ku në fakt janë këto institucione që nuk kanë bërë asgjë tjetër vetëse janë sjellë si armiq me liritë dhe të drejtat e njeriut, si armiq me demokracinë dhe pluralizmin politik. Ndaj çlironi nga komplekset e krimeve tuaja, çlironi nga makthet dhe hajdutëritë që i keni bërë buxhetit të shtetit dhe lejoni që kjo seancë të zhvillohet në radhë të parë për qytetarët që duan të dinë se ku kanë përfunduar dhe ku përfundojnë taksat e tyre. Faleminderit. Zoti Klliçi. Atëherë, i nderuar kryetar, të kalojmë në një propozim konkret. Ne po bëhet gati 2 orë që kemi filluar këtë seancë. Po të shihni të dy drejtuesit e institucioneve kanë përshtypjen i kanë marrë pyetjet, se ne i kemi depozituar që në fillim,
dhe kanë patur kohën e mjaftueshme edhe për të marrë informacion, për t'i lexuar dhe i ftoj edhe ata të ngrihen minimumin në nivelin e integritetit komisionerit kundër diskriminimit, që javën e kaluar këtu në këtë foltore ju drejtua juve personalisht duke ju thënë që ai nuk është sekretari ndonjë deputeti që të lexoj pyetjet e deputetëve. Minimalisht, po, që ishte herën e shkuar këtu. Po, ndodhi, javën e shkuar këtu. Minimalisht, këta zotrin të nderuar, të ngrihen në nivelin e integritetit atij individi. Këta janë drejtues institucioneve prej vitesh. Kanë qenë në këtë foltore, kanë raportuar, e din procedurën e raportimit, e din se si zhvillohen pyetjet, e din të gjithën dhe sigurisht nuk besoj se ajo që thoni ju që po intimidojnë deputetë e opozitës prokurorët, ka ndonjë njeri që mund ta marrë seriozisht në këtë vend. Këta prokurorë që përballen në sallën e gjyqit me kriminalet edhe me bandat më të rrezikshme të vendit, të thuash që po intimidon opozita, kjo është qesharake. Se kush i merr këta prokurorët në telefon, se kush u kalon në telefon kryeministrin e vendit, e din mirë ata. Dhe nuk ka një deputet opozite, apo ndonjë përfaqësues të opozitës që ka ndonjë hall sot, apo është me një udhtim punë në Bullgaria diku tjetër që të ketë një hall. Kështu që kalojmë në një procedurë konkrete. Futemi në rend normal të ditës, kanë mbi 2 orë që lexojnë pyetjet tona. E kanë marrë informacionin në komision, edhe kur kanë qenë, kanë ardhur me stafet e tyre dhe prandaj procedura në komision është ndryshe nga salla e kuvendit. Në komision për shkak se vinë me stafe, vinë me ekipe, i kanë aty ndihmësit, nuk depozitohen me shkrim pyetjet paraprakisht. Në sallën e kuvendit, duke u bazuar kjo praktikë që ju e përmendët edhe pak më parë, për këtë arsye depozitohen me shkrim, që të marrin informacion dhe kur të vinë të vetëm para foltores për të raportuar, të kenë informacionin paraprak të gatshëm. Gjithashtu kam dhe një kërkesë tjetër, do doja që të kemi bazuar në enin 31 rregullores edhe një ndryshim në rendin e ditës. Do të kërkoja të futet pikë diskutimi çështja e raportit final të SBO Dirit për zgjedhjet për farsën e 11 majit. Është një ndër raportet më të zi të depozituar, të shkruar zyrtarisht për një proces zgjedhor në Shqipëri, është faktuar mungesa e ndarjes shtetit me partinë, me administratën publike, është faktuar shitblerja votës, është faktuar fenomeni i intimidimit të administratës publike, janë faktuar roli patronazhistëve, është faktuar fakti që gara nuk ka qenë e barabartë, është faktuar shkelja e ligjit dhe për këtë arsye kjo është një çështje madhore që mendoj do duhet të ketë edhe adresimin e kësaj salle të kuvendit në seancën e ditës sotme. Ju faleminderit. Faleminderit. Zoti Balla. Për ne nuk ka asnjë surprizë e gjithë kjo lojë e cila është bërë publike nga mediat për vendimarrjen tuaj për të mos lejuar zhvillimin normal të seancës. Kemi rënë dakord, zoti Blushi Kuvajti, se thej që lejoni debatin. Kemi rënë dakord për zhvilluar 12 orë e gjys debat. Është kështu apo jo? Pra 12 orë e gjys debat. Kemi rënë dakord për këtë. Që ta dëgjojë edhe populli dhe pastaj ai na gjykon. Kemi rënë dakord sipas rregullore, sipas manualit dhe janë depozituar të paktën për 2 pikat e para të rendit ditës 25 edhe 57 82 pyetje, se të paktën me matematikën jemi më mirë se ju. 77. Kështu që për gjitha këto kemi dakordësi plot. Dhe sa i përket pyetjeve, u sqarua më së miri, sepse imagjinoni 82 pyetje, her 3 minuta që të prezantosh ti një pyetje, i bie 226 minuta ose 4 orë e pak. Ndërkohë që merrni proces verbalin e konferencës kryetarëve, se ju keni një problem shumë madh, ju bini dakord për të mos rënë dakord. Kemi rënë dakord, e keni sjell edhe me shkresë
verba volant scriptum manem thoshte latini, e keni sjell edhe me shkresën tuaj, dakordsin për kohën e debatit, dakordsin edhe për pyetjet. Pyetjet dhe i keni sjell, shumë faleminderit. Tani, për ta sjell seancën në shinat e rregullores. Në mungesë të kryetarit të grupit, zoti nën kryetari i grupit. Më lejo të them se bazuar në rregullore në Kuvendin e 103, kjo është rregullore. Ftesa juaj, kërkesa juaj për të shkelur rregullore as sot, as nesër, as pas nesër, as pas i muaj nuk do ta marrë dakordsinë tonë. Prandaj i nderuar zoti drejtues seancës kryetari i Kuvendit, bazuar në nenja 49 dhe 52 të rregullores, kërkoj 15 minuta pushim për një bisedë bashkë me ju dhe 2 kryetarët e grupeve prezent. Në rast se nuk do të kemi dakordsinë tuaj për të vijuar, ju bëjmë dije se bazuar në nenjën 49 do të kërkoj ndërprerjen diskutime dhe kalimin votim. Faleminderit. 15 minuta pushim. Okej, atëherë ftoj kryetarët e grupeve parlamentare të diskutojmë për mbarvajtjen edhe vjushmërinë e seancës. Takohemi mbas 15 minutash. Zoti Klliçi, zoti Blushi, zoti Mediu, zoti Balla, ju lutem të takohemi për diskutim.